Pas pak do të vime një episod që patjetër është emocionues. Ajo nuk është mami vetë, por gjithsesi do sjell eksperiencat e mamave nga salla e lindjes. Do të jetë shumë emocionale, por përpara se, një falënderim i veçantë shkon për Lethisat e Dinorios që janë javë pas jave me ne dhe për ju dashur miq që na ndiqni në Mam në podcastin Mam, por ju lutem shumë që ta bëni subscribe, që të keni mundësi të flisni, të jepni mendimet tuaja, të jepni komentet tuaja dhe çfarë doni të keni në episodet e ardhshme. Na ndihmoni të rritemi më shumë dita ditës. Fillojmë me emocionet e Mam. Çfarë u shoh në sallë, shoh të paktën tani që jam bërë gati 6 vite, shoh të gjitha mungesat e sistemit. Shoh se si mungon thellësisht dashuria për ta bërë procesin realisht. Shoh thellësisht se si patjetër që çdo gjë kthehet në punë, po neve nuk e nisim ditën duke thënë sa i bekuar jam unë që e bëj këtë gjë. Që kjo mami, vërtet unë kam bërë 1 milion lindje në profesionin tim, po kjo e ka për herë të parë. Ajo nuk e di se çfarë eksperiencë kam unë, ajo nuk e di sa lindje kam dokumentuar unë, kështu që unë duhet ta nis nga zero me këtë mamë. Mam është krejt ndryshe. Nuk kam një mami në fakt në studio, por kam një grua e cila ka asistuar në më shumë se 150 lindje, të paktën nga rrëfimi i saj fillestar kur ne u takuam së bashku. Po si do thoni ju? Duke qenë aty, duke kapur momentin më të bukur të lindjes, qoftë në C-section apo qoftë në natyral. Edhe vula e saj është birthmark. Jam me Harmesi në studio. Faleminderit që ke zgjedhur të jesh këtu sot dhe të ndash gjithë eksperiencën tënde, duke nisur në fakt nga arsyeja pse fillove këtë punë. Para se të them arsyen, duhet patjetër të jap falënderim. Pse? Sepse unë ta thash edhe kur u takuam, mund të kem humbur maksimumi qameti 2-3 episode të mamë. Dhe që kur podcasti nisi, me të gjithë modestin time, unë kisha një ndjesi që një ditë do isha këtu. Okay. Pse do isha këtu? Sepse, unë nuk jam mami, por kam qenë pjesë e gjithë tyre eksperiencave. Duke qenë pjesë e gjithë tyre eksperiencave, doja që arti të futej te ky puzzle i madh që ka krijuar podcasti. Dhe mbi të gjitha, duke marrë parasysh gjithë historitë dhe personazhet që kanë qenë përpara meje, është kënaqësi jashtëmos shumë e veçantë që unë të jem pjesë. Dhe ti në fakt ke pasur shumë mama që kanë qenë këtu, që i ka asistuar në lindjen e tyre në momentet më të bukura të jetës në fakt. Por ka nisur nga një detyrë shkolle, nga një diplomë ka nisur. Unë zgjedh të jem pak supersticioze, mendoj që kjo gjë më ka thirrur mua, them drejtën, sepse që fëmijët doja të punoja me fëmijët, por nuk dija se çfarë. Në anën tjetër, e rritur nga një familje që ka punuar gjithë ditën në televizion, thoja, unë dua të bëj diçka në lidhje me fotografinë ose me filmin, pra me aparatin, po ndërkohë dua të punoj edhe me fëmijët. Dhe ka qenë një detyrë shkollore, nda unë kam studiuar regji filmi në Akademinë e Arteve dhe duhet të bënim një dokumentar. Dhe për të bërë këtë dokumentar, unë thjesht nuk kisha një ide specifike, po atë ditë duhet të thoja patjetër ide. Një ide. Dhe shkoj në klasë dhe i them pedagogut që profesori thash unë do bëj ditën e parë të lindjes së bebit. Gjë që atë i intregoi shumë fakt. Të jemi sinqertë, i intregoi shumë dhe tha më elaboro çka ke menduar, unë s'kisha menduar asnjë lloj gjëje me të drejtën. Dhe i thash dua të futem nëpër maternitetet dhe dokumentoj ditën e parë. Si vjen bebi në jetë, çfarë bëhet, si janë mamat. Armeza tha kjo është iniciativë shumë e madhe, po ti provoje. Kështu e provova, mora lejen Ministria së kohë për të qenë në disa maternitete të Tiranës shtetërore më së shumti për dokumentuar dhe me kalimin e kohës, duke dokumentuar për punë dokumentari, erdhi pastaj edhe mundësia ose më saktë dija që shiko se kjo gjëja mund të jetë punë. Derisa kuptova që në fakt në vendet jashtë Shqipërisë kjo ishte një punë. E di. Po më shumë se sa kaq, unë realisht e ndjeva sikur Shqipërisë kishte ardhur momenti. Ishte si një thirrje, Ishte një thirrje. Ishte realisht një thirrje sepse unë e pash dhe them gjithmonë këtë që kur kam dokumentuar lindjet e para, nuk kam pasur problem nga ana mjekësore, pra asgjë fare. Okej. Kështu që thash, kjo është bërë për mua dhe unë jam bërë për ta bërë këtë gjë. Ti dhe si ka qenë ajo dita e parë? Ma trego pak, është në momentin e parë, ban mend pacienten e cila ishte aty, ishte një lindje natyrale apo është një lindje C-section? Kam qenë shumë fatlume. Realisht kam qenë shumë fatlume, siç jam për gjithë të punën që bëj.
kam qenë fatlume sepse krejt rastësisht unë vërdallisesh ato korridoret e spitalit për të kapur ndonjë gjë kështu të vogël. Ke qenë te Geraldine. Te Geraldina kam qenë po te Madaleti vjetër, aty e mora lejen kryesore në fakt. Edhe krejt rastësisht një nga mamit që ishte aty në turn thotë, Armisa po bëhet një ndërhyrje cezariane, do futet ta dokumentosh këtë se ti je ajo goca që po bën dokumentarin. Po i thashun patjetër, pa ditur fare se ça më priste. Dhe memoria ime e parë e lindjes sime të parë që kam dokumentuar ka qenë unë me një stativ dhe aparat përballë ndërhyrjes. Ishin 2 mjek në të dyja cepat e krevatit dhe mami që po i kryej gjithë ndërhyrja dhe Orinda ka qenë atë ditë unë ta kam thënë dhe ja them të gjithëve, unë atë ditë kam vetes time, Armesa, kjo është gjë që ti duhet bësh gjithmonë. Dhe s'duhet ta lesh. Dhe realisht s'duhet ta lesh, kam thënë sepse unë e pash, thash me vete ç'a është kjo që unë po shoh, se nuk më bën sens si unë jam këtu dhe po e shoh. Dhe mbi të gjitha ishte madhështore, sepse të gjithë procedura. Unë të them të drejtën gjithmonë lindjen, kryesisht cezarianen e shoh shumë si proces artistik. Zgjedh shumë që lindjen ta shoh si proces artistik, do flas dhe për lindjen natyrale si e shoh në atë konceptin tim holistik, po cezarianen e shoh shumë artistike, siç thoya procedura, prerjet, çarjet, djegjet, gjitha shtresat që unë i shifja me radhë se si priteshin njërën pas tjetrës dhe unë kuptoj, okay, priti sekond, se kjo nuk është ashtu siç e ke menduar ti fare. Është një trup vulnerabël, është një trup e cila është në dorën e mjekut plotësisht. Që ti duhet presësh ai të bëj më të mirën, mos të gaboj, duket si e thjeshtë në duke, po. Nuk e ke ti në dorë, po themi, dhe unë atë moment u ndjeva shumë pjesë e gjës në sensin që unë doja shumë të isha aty për ta ndihmuar në një lloj mënyre, nuk është e thënë patjetër nga ana mjekësore. Dhe gallata e gjithë historisë që unë dal nga kjo, nga ndërhyrja, pas një lloj problemi, më thotë ajo mamia, "Kish ndonjë problem me gjakun?" Jo, i thashu fare, asnjë gjë. Po mirë, thash, njëra që po lind vet këtu, futu vetë kjo. Dhe unë jam fut te salla ngjitur që është aty dhe kam parë një vajzë që po lindte në mënyrë natyrale, e mbaj mend shumë të gjallë, domethënë si eksperiencë, pse ishte në fund të procesit, ndërkohë ishin mbledhur shumë njerëz në sallë dhe unë duhet procesoja edhe atë që po ndodhte, po duhet ta mbaj edhe vetën nga ana emocionale, po dhe duhet kujdesesha për anën teknike se ishte gjë për herë të parë. Të bërit fotografi në sallë lindje është ndryshe nga fotografia që neve bëjmë jashtë apo në studio. Ka teknika të vetat që në fakt mund edhe të gabosh, po problemi që po gabove nuk është se ti nuk kthehet më. Nuk kthehesh më. Nuk kthehet më. Që kam qenë shumë e fat. Kam dalë dhe nga ajo lindja, kam mbyllur punën atë ditë dhe kam shkuar. Dy lindje pata atë ditë? Dy lindje shikova unë atë ditë. Dhe kur jam kthyer në shtëpi, tani problemi më i madh ishte që duhet të merrja këto materiale, ti fusja në kompjuter dhe t'ja çoja dhe pedagogu ti shikonte. Dhe kur kam shkuar atë ditë, ndoshta pak ditë më mbrapa, se nuk e kujtoj fiks që e kemi hapur në ekran të madh te klasa, shtangëm. Dhe unë nuk e harroj kurrë atë fjalin që ai tha se e pa gjithë materialin me shumë këshiri dhe tha, Armisa, këto tha mund të jenë ndërgjimet më të bukura që ka Akademia e Arteve. Ironikisht, ai dokumentar nuk u përfundua kurrë. Vërtet? Po. Po pse? Po, unë tani e falenderoj në fakt Jonin, profesorin tim aso kohë, sepse tha janë aq të mira se materiale, por tha ka një mungesë të madhe rrjedhe. Pra ti tha ke xhiruar, ke dokumentuar, por nuk e krijuar ngjarje. Që në anë teknike unë tani e kuptoj pas kohë ishte shumë thyrë emocionale për mua, se thash pse nuk e nxorra. Po ato materiale që u përdorën më vonë në fakt për tjetër gjë, nuk u përdorën për dokumentar, por unë prapë besoj që një ditë një dokumentar do bëhet. Ka qenë ekspozita, besoj. Ka qenë për ekspozitën. Jam përdorur për ekspozitën 4-5 vite më vonë. Mami parë, pra ajo që ka qenë në C-section dhe mami e dytë në lindje natyrale, ju kaluan materialet ndonjëherë? Unë jam e sigurt që s'janë kaluar kurrë materialet. Jam shumë e sigurt për këtë, sepse vetë aso kohë, mënyra se si u bë procedura ishte unë e quaj rase plas, domethënë. Asnjë rast ka kontaktuar? Jo, nuk më kanë kontaktuar dhe unë kjo madje ti bëre shumë mirë që ma the, sepse kjo ka qenë gjithashtu një element shtesë që unë të kuptoja se sa pak neve futemi në anën emocionale të lindjes. Po. Edhe kjo ka ardhur gradualisht në fakt, pra nga lindja në lindjen e kam kuptuar realisht që misioni im për te qenë dokumentuesja asaj gjëje është jem krahu i mamit. Kjo ka krijuar problemet e veta, pastaj patjetër. Por që kalon atë detyrën se ti e mëson aparatin. Mbaron puna, ti e kupton se si jam pak a shumë. Mëson çastin e të gjitha. Bëhet realisht bëhet punë në këtë pjesë. Ama në anën emocionale ti je gjithmonë aty duke dashur të përfshihesh gjatë gjithë kohës, po themi. Dhe çdo lindje
Është histori më vete. Kështu do shpresh, e ti shpresh në ato çfarë ti sjell në Instagramin tënd, por edhe në komunikimet që bën me mamat. Pse është historinë më vete? Çfarë sjell çdo lindje? Realisht ndryshon. Dhe le themi kur flasim për një C-section, se duhet ndryshojë një C-section nga njëri nga tjetri. Është vërtet shumë e ndryshme nga njëra tjetra, edhe në goca që un kam pasur fatin të fotografoj në 2 lindje. Okej. Për shembull jam në kaluar kisha një lindje që ishte herë e dytë që unë dokumentoja dhe ishin 2 gjëra shumë ndryshme. Sepse gruaja nuk është më njësoj siç ishte. Po ta marr në rast konkret, për shembull, ajo e dinte se çfarë do ndodhte, ndryshe nga lindja e parë që ajo nuk e dinte se çfarë do ndodhte. Ishte më e përgatitur, e para, kishte më shumë fuqi për veten e vet në sensin të kërkonte gjërat që ajo donte të kërkonte, që ndryshe nga e para, kur ti nuk e ke ndoshta zërin të mjaftueshëm, edhe nuk i di të gjitha instancat se si funksionojnë, dhe janë histori të ndryshme sepse asnjëherë kur bebi nuk vjen njësoj. Kur. Duke filluar që nga mënyra e lindjes në sensin që nga shpejtësia, kur vjen, sa zgjat, dhimbjet, forca e tyre, mënyra si ti reagon, asnjëherë nuk është e njëjtë. Edhe në C-section nuk ka se si ti jetë njësoj, edhe pse procedura është e njëjta. E njëjtë, po. Në fund ditës e di si është puna, edhe un kam fotografuar lindje cezariane me të njëjtin mjek për shembull. Në asnjë lindje s'ka qenë njësoj. Një ditë ka qenë në humor, një ditë nuk ka qenë humor, një ditë tjetër ka qenë shumë pozitiv, një ditë tjetër s'ka qenë fare në humor për të qenë në proces, kështu që është gjithmonë e ndryshme. Çfarë sheti në sallë? Jashtë asaj, do të thënë që nuk e kuptojmë dot. Çfarë shet ti si armist? Nëse doja të thoja fillim anën pozitive në fakt. Nëse shoh anën pozitive, unë të thashja me bekuar, sepse unë shoh atë që mami nuk e shet dot. Unë jam përballë saj dhe unë shoh gjithë eksperiencën që asaj po i ndodh, në sytë e mi, që këtë kam fatin ta dokumentoj. Në anën tjetër, çfarë unë shoh në sallë, shoh të paktën tani që jam bërë gati 6 vite, shoh të gjitha mungesat e sistemit. Shoh se si mungon thellësisht dashuria për ta bërë procesin realisht. Shoh thellësisht se si patjetër që çdo gjë kthehet në punë, po neve nuk e nisim ditën duke thënë sa i bekuar jam unë që e bëj këtë gjë. Që kjo mami vërtet unë kam bërë 1 milion lindje në profesionin tim, po kjo e ka për herë të parë. Ajo nuk e di se çfarë eksperiencë kam unë, ajo nuk e di sa lindje kam dokumentuar unë, kështu që unë duhet ta nis nga zero me këtë mamin. Kjo nuk ndodh. Masivisht nuk ndodh, në shumicën e rasteve jo. Unë e shoh në mënyrë si kthehen përgjigjet, kur përgjigjet kthehen janë unë për shembull që i kam dëgjuar përpara, mua më bëjnë sens sepse i kam dëgjuar shumë herë si përgjigje, po mami që është aty nuk i ka dëgjuar përpara. Pra mënyra se e proceson nuk është njësoj si që procesoj. Është frikën, besoj në të njëjtën kohë, pasigurinë. Patjetër. Dhe kjo i lexohet. Unë e lexoj këtë gjë. E lexoj dhe në lindjet e fundit duke u bashkuar të gjithë problematikave që unë kam pasur për të futur në sallë, është bërë më shumë si një rebelizëm i imi për të dashur për të bërë diçka më shumë, sepse nuk më bën sens, më vjen keq. Në një nga lindjet e fundit që unë kam dokumentuar, ishte lindje cezariane, bebi lindi, dhe mjeku e nxorri bebin dhe nuk e tregoi fare mamit, për shembull, dhe bebi u mor, u çua tek ai krevati që bën gjithë matjet, peshimet, vaksinat e para që mund të presin. Unë e them këtë jo me kompetencë mjekësore, patjetër, por mund të presin për sa kohë çdo gjë është okay. Dhe mami ka pritur gati 12 minuta për ta parë. Dhe unë isha përveç se duhet ta dokumentoja, po çfarë të dokumentoja? Atë që po donte të lëvizte nga perdja që mund të shite gocën. Po. Që është si mund ta dokumentojnë atë ose si mund ta tregojnë atë realisht, shive sa e dhimbshme që është kjo. Unë thjesht detyrohem dal nga salla ja tregoj të gjithë njerëzve që pash këtë, po pa qenë aty dhe pa e parë realisht se si funksionon, është e vështirë të kuptohet. Këto janë gjërat që unë shoh. Edhe në këtë pikë janë problematike le themi. Në këtë pikë të eksperiencës time janë bërë një lloj misioni im që unë detyrohem fus hundët tek këtu për shkak. Nuk është shumë pozitive. Patjetër që po unë duhet ta them, domethënë mundohemi shumë. Këtë do të pyesja, domethënë sa vështirë është për ty të mos flasësh. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Logjikisht nuk duhet flasësh aty. Dhe ka patur situata që unë kam dashur shumë të reagoj, po logjika e ftohtë funksionon, pastaj kam thënë, nëse do flasësh do të nxjerrin jashtë. Dhe prapë në dëm të mamit është. Se për mua, okay, unë e mbaroj procedurën dalë dhe unë do mërzitem 1 orë, pa ajo do mërzitet gjithë jetën që si bëri dot fotot. A ka lindje që janë të qeta, të buta, por dhe lindje që janë të rënda emocionalisht? Unë i kam përjetuar të dyja. Një nga lindjet më të vështira, patjetër që do doja ta tregoja, janë 2-3, po një është gjithmonë ajo që unë e përmend sepse
ka qenë shumë e fortë emocionalisht, ka qenë ndër lidhjet e para që unë kam fotografuar para 5 vitesh. Okay. Dhe ka qenë një fazë që unë gja e njihja. Ka qenë ide natyrale, ajo e kaloi gjithë procedurën vetë, me dhimbjet e veta. Momenti kur ajo filloi të kërkonte epidural ishte shumë vonë në fakt, edhe mjekët nuk mundeshin të bënin dot asnjë gjë. Ishte pak neglizhencë, absolutisht. Unë tani që kanë kaluar vitet e kuptoj që ishte neglizhencë, se nëse ti e lë një grua që po lind vet shumë orë vetëm dhe ti nuk e sheh se si po avancon, normalisht që kur ti të vish, ka ik momenti epiduralit, se bën sens. Sidomos në sistemin tonë që mamia nuk ka kompetencat e duhura që të shkojë dhe të thotë mjeku dëgjoj, jemi në këtë fazë, kështu që mund të bëjmë 1, 2, 3 gjëra. Fatkeqësisht, sepse nëse mamia do ishte në pozicionin që duhet të ishte, do ishin shumë të bukura lindjet. Në rastin e asaj gocës erdhi një moment që ajo nuk po mundi dot më. Tha unë i kam humbur gjithë fuqita dhe nuk di më se çfarë të bëj. Dhe ishte një moment që realisht ka qenë jetë vdekje. Ka qenë jetë vdekje sepse cezarian nuk futeshim dot, sepse bebi ishte në poshtë. Epidural nuk bënim dot dhe ajo po humbte ndjenjat. Ka qenë eksperiencë e vështirë në momentin, nisi vështirësia në momentin që unë dëgjoj mjeken që thot duhet dalësh i tha njërës mami, edhe duhet marrësh s'po vjen fjala. Atë të metalit se s'po vjen as mua tani, nuk po vjen. E turpshme mos më vi mua se vjen gjithmonë, po do ta marrësh ta dhe është ajo pajisje që kap kokën e bebit edhe e nxjerr jashtë, se nuk e di pse nuk po më vjen fjala, po do vi. Dhe unë kam dëgjuar atë fjalën, thash bo. Sepse kisha lexuar për këto pajisjet mjekësore dhe kisha lexuar se si kjo pajisje nuk përdorej më në botën moderne. E merr mamia, e bën gati atë, e ishte një qese pra e sterilizuar, por nuk e hap. Sepse doktoresha i thotë do presim dhe pak fare. Ke dhe vetëm 2 ose 3 shtyri, i tha. Dhe duhet kuptosh diçka, i tha, ose ti, ose goca, ose nëse Zoti ju do tha, do jeni të dyja. Por ti ta duhet shtysh me çdo gjë që ke në shpirt. Ajo ndërkohë në tjetër kohë thonë unë nuk mundem dot më. Unë kam ulur instinktivisht aparatin, ka qenë totalisht diçka instinktive që unë as nuk e dyshoja domethënë fare. Në shtyrën e parë ajo shtyu, po bebi nuk zbriti fare në fakt. Dhe ka qenë një mami që sapo ishte kthyer nga leja lindjes. Ishte lindja e saj e parë pas lejes lindjes. Dhe unë mbaj mend vetëm sa e ngarkuar ka qenë edhe. Dhe përgjegjësia e madhe. Unë thjesht mbaj mend që ajo vuri një dorez dhe e ngriti dorezën shumë lart dhe e futi dorën në kalan lindje aq shumë që të ndihmonte bebin të zbriste. Dhe në atë moment asaj erdhi kontraksionit dhe unë vetëm kam dëgjuar goca që thonin shty me sa të kesh. Ajo shtyu dhe unë nuk e di se si ka dal një kokë bebi, normalisht ato asistuan shumë fort që goca dilte shumë shpejt në fakt, edhe e fërkuan shumë shpejt dhe ajo qau, në fakt relativisht qau shpejt, më nuk ishte aq as fiksuar sa mendoj që do ishte. Unë atë momentin e përshkruaj gjithmonë, mu duk sikur të gjithë njerëzit në atë moment morën frym nga fillimi. Mu duk sikur ishte një shtëllu nga ajri aty që thjesht u hap pas, sikur doli dielli. Ashtu e mbaj mend atë momentin dhe unë thjesht instinktivisht kam ngritur aparatin dhe kam filluar të shkrep. Kam shkrep gocën, kam shkrep mamin, kam shkrep atë stafin aty. Dhe ka qenë moment shumë i vështirë, sepse ishte ndër lidhjet e para fare dhe e dyta po sikur të kishte qenë diçka tjetër. Atë moment unë kam menduar vërtet me veten time që kjo që ti po bën nuk është një gjë e vogël dhe përgjegjësia e kësaj që ti po bën nuk është nuk kalohet lehtë. Kjo ka qenë lindje shumë e vështirë. Po tani që kanë kaluar kaq shumë vite ka qenë shumë e bukur ama. A ke mundësi të flasësh me mamat pas këtij momenti? Shumë. Është gjëja ime e preferuar madje. Më pëlqen shumë, sidomos më pëlqen shumë të tregoj gjëra që ato nuk i mbajnë mend. E kërkojnë pyesin? Kërkojnë shumë. Po. Madje një lindje ka qenë para gati një viti dhe mbaj me atë gocën, ajo kishte disa pikpyetje për mënyrën si shkoi procesi. Dhe tha Armesa, unë nuk e mbaj mend çka ka ndodhur, ka qenë cezarian. Edhe më bëte 2-3 pyetje specifike. E mban mend këtë gjë ti, a ka ndodhur kështu? Po kjo a ka ndodhur kështu? Unë jam shumë e gatshme t'i tregoj gjërat siç janë. Dhe unë ja thash totalisht siç i mbaja mend. Ua tha po mua më është ndryshe në spital. Kjo bie pak në kundërshtim patjetër, sepse supozohet që jeni dy palë të kundërta me njëra tjetrën, por unë e kam bërë betimin tim me veten time që unë do jem shumë e sinqertë me mënyrën si funksionojnë gjërat, plus i kam dokumentuar. Pse mendon që nuk gënjej dot kjo lloj përplasje? Po mua më bën sens në anë profesionale, që do të thotë askush nuk zgjedh të rrezikojë. Kjo ndodh në çdo profesion. Thjesht në mjekësi, patjetër që kjo godet më shumë sepse ke të bësh me jetën e njerëzve. Godet sepse ato nuk duan që të krijojnë pakënaqësi, nuk duan të krijojnë përplasje.
forcepsi ishte pajisja. Forcepsi, po. Erdhi. Nuk duan të krijojnë këto përplasjet, po themi, sepse normalisht jo të gjithë njerëzit janë të informuar, por realisht nuk janë gjithë të informuar, ama është detyra e stafit të informojë. Pra, informimi ju duhet nisi që në fillim fare dhe nëse ti gjatë gjithë procesit je informuar, pikpyetjet në fund do jenë më të pakta dhe besimi do jetë më i lartë rrjedhimisht, mendoj unë. Çfarë ndodhet një grua kur nuk është e qetë emocionalisht? Ndikon patjetër. Ndikon, unë i kam parë edhe lindjet që gocat kanë qenë më të panikosura, më të papërgatitura, do thoja unë. Po. Pra më jo gati. Mendoj që asnjëherë nuk je gati, duke e parë si femër edhe si vajzë sado, edhe unë them vetë për veten time, edhe pse unë kam parë kaq shumë lindje, nuk mendoj që kur të vi momenti im do jem gati. Sepse e para nuk e kam njësoj me askën tjetër dhe e dyta përjetimet e mia nuk janë njësoj me dikë tjetër. Ka patur lindje që gocat kanë qenë super të chill, po. Chill, jo, po kanë qenë të vendosura. Po. Edhe kjo i ka ndihmuar në një proces shumë më të lehtë. E kuptoj. Flas më së shumti për lindjet natyrale. Në lindjet cezariane, gocat janë shumë mirë deri në momentin që futen tek ajo dhoma e ftohtë. Aty para spinales, Aty besoj. para spinales. Para spinales, kur vjen ai me atë gjelbërën dhe jodin, në fakt kemi në fakt një moment që ti e ke sjellë në studio. E kam sjellë jo qëllim, jo pa qëllim, sepse edhe përkohë fiks ta flas në këtë momentin, sepse kjo ka qenë lindje cezariane, unë kur e kam bërë ekspozitën kanë qenë 9 foto, 9 lindje të ndryshme, të ndara, disa natyrale, disa cezariane. Kjo ka qenë një foto që unë e kam bërë një vajzë në një moment shumë vulnerabël të saj, sepse ajo kishte shumë frikë. Dhe nuk është se po i shpjegonte dikush se çfarë do ndodhte. Derisa kjo i tha, po çfarë po bëni se unë s'po e kuptoj pse duhet ulem kështu. Ato që i thonin, po ti ulu pak më përpara, dhe kjo i thonte, po nuk di si duhet ulem. Dhe kur i kam shkruar gocës që i thash, dua ta kem këtë foto në ekspozit, më tha Armesa, për mua thasht, okay, po mua kjo foto nuk më pëlqen fare, sepse më ndjell shumë frikë, tha, dhe më duket e shëmtuar. Mund të tingëlloj keq, por mua më duk arsye kryesore për ta marrë në ekspozit, sepse jam shumë e bindur që shumë goca në këtë moment kanë pasur këtë ndjesi. Sepse është e frikshme. Ti je aty, nuk ke asnjë gjë në dorë praktikisht, për vetë të mbash veten tënde. Dhe unë e kam dokumentuar këtë momentin, e kam lënë të paprekur fare, thjesht e kam vënë efektin bardhezi, se më pëlqente më shumë bardhezia, i kam lënë ato vijat e rrobave. E shikon po. Sa ajo ishte pozionuar për një kohë shumë të gjatë në të njëjtin vend. Dhe është pikërisht kjo fotoja që mua më zhduku një nga fotot e mia më të suksesshme për vetë faktin që e arrin punën e vet, përcjell emocionin. Asaj përcjell frikë, dikujt tjetër i përcjell lot, domethënë çdo kush e përjeton në mënyrën e vet. Mua më jep shumë dashuri në fakt si foto. S'është vetëm ajo dhe baby. E di. Kundër gjithë kësaj. E kujtoj vetë këtë moment, në fakt sepse vetë kam kaluar në një C-section dhe mbaj mend që kur ti futesh në atë, isha shumë gati, isha orari i parë që do të ndodhte atë mëngjes në spitalin Glozheni, edhe di që më ka marrë ajo zonja mamia në krah, ishte në mosh, edhe shumë e dashur me mua, dhe mbaj mend që sa do kaloja pragu, ngela, ndalova, edhe ajo më pa mua, se deri në atë moment isha gati, kupton? Më pa mua edhe nuk ka asnjë gjë, mos ke frikë, më tha mua. Ajo lexoi, Që shka të shkoj shumë mirë, edhe unë futem brenda, ulem në këtë pozicion, ishte të gjithë ishin shumë të donin të gjithë më bënin qefin, të më mban, le themin me pozitivitet në sallë, por prapë edhe pse e dija procesin, sepse ai që po e bënte le themi spinalen, anestezisti, ma shpjegoi të gjithë çfarë do të ndodh tani në këtë moment. Orinda do të thotë, kjo që ti duhet, nuk duhet lëvizësh, por sërish ka frikë në atë moment. Mendoj që në shumicën e këtyre lindjeve që u kam dokumentuar nuk ka qenë situata e tillë. Pra, suporti nuk është kaq i lartë, realisht nuk është. Unë nuk mund të flas për një masë, sepse unë patjetër që nuk kam dokumentuar 100% të mjekëve tanë, por kam dokumentuar një pjesë të madhe. Dhe është akoma shumë e vështirë të kuptohet që ana emocionale është kryesorja. Sidomos në cezarian, mua më duket realisht duket pak më e vështirë ana emocionale, sepse ti je bllokuar, ti je lidhur. Po ti fizikisht, po nuk lëviz dot. Eksakt. Nuk lëviz dot. Nëse në lindje natyrale, mua më duket tani mund të flas me gjithë atë dashurinë e madhe për lindjen natyrale, sepse unë e krahasoj, them ti e kafsh, po e krahasoj për gjën e bukur, për gjithë potencën edhe gjithë ndryshimin fizik që ndodh kafshës në momentin që lind, ashtu është dhe gruaja në atë moment. Dhe e di si më duket mua, sikur po ti jem në një sallë lindje dhe të shoh një gocë që i shtyn gjithë thyn çka ka përpara, mua të më duket gjë normale. Shumë në sens.
sepse është mënyra e saj se si ajo e sjell fëmijën në jetë. Edhe ndryshe nga lindja cesariane ti mund ta shpërthesh emocionin, mund ta bërtasësh, pa çka se te neve realisht jemi shumë të ngurtë. Shumë të ngurtë. Kjo Ne jemi akoma në fazën që ta mbajmë çik veten, mos bërtasim. Në momentin që neve duam ndrojmë pozicion, pyesim, ndërkohë që nuk ka vend për të pyetur fare. Ai është moment shumë i vështirë, duhet të kaloj. Unë mendoj që dhe nga ajo që kam dokumentuar, jap një shpjegim punës së lindjes, sidomos aty momenti që ai quhet Ring of Fire, pra ai momenti që po del, është në anë në të folur, mama gjithmonë atë momentin thon s'mundem më fusnin sallë, nuk po ja dal. Ka shumë mama që e thon këtë, të gjitha? 100%. Momentin që po del bebi. 100%. Dhe unë këtë kam kuptuar shumë vonë, se të thoj, ore, kam shumë të dëgjuar unë këtë fjalim pse thon gjitha kështu. Dhe kuptoja që fik në atë momenti që bebi po vinte. Sepse shifja dhe reagimet e stafit që thonë s'ka më çat cesariane tje për të lind, bebi po vjen. Në atë moment specifik, sidomos sa po del bebi direkt, unë them gruaja shkon deri te dera e ferrit dhe pastaj zbret në tokë. Ose parajsës. Ferit e them në sensin në konotacion pozitiv, mendoj që parajsja vjen më mbrapa. Sa e merr te gjoksi aty pastaj mendoj që ka mbaruar çdo gjë. Edhe më duket sikur të paktën edhe kur e shoh në foto, ndoshta është në sytë e mi romantik, po kur e shoh nga një imazh tjetër, pra nga momenti para se të lindte bebi, në foton tjetër që bebi ka lindur, shoh një njeri tjetër. Mund të jem unë që e shoh, por realisht nuk besoj që e shoh vetëm unë. Më duket sikur thjesht gruaja nuk është më ajo që ishte para 5 minutash. Është tjetër njeri. Në këto lindje natyrale, eksperjenca që ti ke pasur, shesh shpesh pra ndërhyrje të panevojshme gjatë gjithë kohës. Një nga gjërat që shoh më shumë në këtë pikë janë ndërhyrjet e panevojshme. Të tipit duke filluar që nga fjala, që nga mënyra si ne e përdorim fjalën, deri tek gjërat fizike. Këtë nuk e them unë të thash që kam parë gjitha episodet dhe kam thënë qindra veta përpara meje. Një nga problemet më të mëdha që neve kemi është pozicioni. Unë kam dokumentuar, do flas për atë lindje që kam dokumentuar jashtë Shqipërisë. Fati i mirë është që ajo shoqja ime ngushtë, fati i mirë është që është mami dhe na ishim përgatitur shumë. Dhe unë jam në pikën që bëra këtë diferencën e madhe. Një lindje, vetëm një lindje jashtë Shqipërisë dhe qindra lindje në Shqipëri. Unë nuk kam dokumentuar asë një lindje në Shqipëri që pozicioni tjetë ndryshe nga Kaluçi. As edhe një, lindje natyrale. As edhe një, nuk bëhet fjalë. Ka pak fare ndryshim në sensin para përgatitor, pra tani lihen më shumë gocat si për topit, nëse dikush fletë thotë më lera hace, unë dua të rinj këtë pozicionin kështu, tolerohet pak më tepër. Por në fund fare, kur ti nuk mundesh më dhe kur ti nuk ke një zë që flet për ty, manipulohesh. Manipulohesh dhe shtrihesh te Kaluçi. Prap Kaluç. Ndërkohë që mund të ketë pozicione më të... Absolutisht. Tani që unë e njoh procesin dhe në anë fiziologjike dhe shumë shpesh pozicionohem mu përballë ku po del koka e bebit, unë arrit ta dalloj me sy se sa vështirësi është ai pozicion për ardhjen e bebit. Patjetër që varet nga trupat, patjetër që varet nga bebat, po pse? Kur ekzistojnë vjetra të tjerë. Kjo është një nga ndërhyrjet më të mëdha që bëhet, që është ky manipulimi në momentin e fundit Orinda, që shtriu se kështu duhet, po nuk duhet ashtu. Unë këtë patjetër që nuk mund ta flas kur jam aty, sepse lehtësisht mund të thotë dikush shko te cepi dhe mos lëviz më fare dhe patjetër që është e drejtë atyre sepse në fund të ditës është ana mjekësore e para, por unë thjesht e dokumentoj dhe unë e shoh. Si probleme të tjera, unë kam pasur edhe mama që Ilva për shembull Xhuzi pati thënë atëherë që unë e kam marrë melitare, do të thënë arriti të binte që melitar është një lindje shumë e kollajt, më e kollajt se sa Kaluçi, dhe ajo ishte kundra Kaluçit në mënyrë absolute. Nuk ide që e thon dhe njerëz janë të fushës, pra unë po e them thjesht si fotografe në këtë rast. Një tjetër ndërhyrje shumë problematike në sytë e mi që mua më irriton, me thënë të drejtën shumë, është energjia e sallës. Ti je aty, je personazhi kryesor. Qoftë cesarian, qoftë lindje natyrale, nuk ka rëndësi fare. Ti je personazhi kryesor dhe ne të gjithë aty jemi për ty. Pra s'kën tjetër. Që do të thotë, nuk mund të futet një person jashtëm dhe thotë, Orinda, do pish kafe ti mbas mbarosh të lindjen, se këto janë absurditete që te neve ndodhin rregullisht. Që mua më irritojnë, mua më bëjnë të jem rebele, po ta thash nuk kam çfarë të bëj, ama kam zërin.
Zërin e kam, mundohem t'ja them gjithmonë njerëzve që mund të ndodhin këto gjërat në sallë, për të bërë një çik të normal. delen e zeze quaj unë veten time ndonjëherë, po është e detyrueshme sepse e di sa herë ka ndodhur që unë kam qenë aty dhe kanë ardhur komente të tilla dhe mama thjesht në mes procesit janë kthyer për shkakun dhe janë habit nga kjo gjë që ka dëgjuar se çfarë po ndodh këtu. O tamam. Po nuk ka energji të merret me atë gjë, domethënë se ka gjëra më të rëndësishme se sa ajo. E di. Këto janë ndërhyrje që janë realisht të shëmtuara. Dhe pastaj ndërhyrja kryesore e gjithë procesit për mua që unë e loboj dhe do loboj gjithmonë është mos lejimi i babait në sallë. Kjo është ndërhyrja parsorë, këtu fillon e gjithë thyerja e zinxhirit tu fillon. Mënyra se si neve e kamuflojmë situatën sikur babai do jetë problem në sallë. Ndërkohë që siç e thash më parë, po ti jemi të informuar, Po. nuk ka pse të jetë problem. di. Ose nëse babai thotë që unë nuk jam në gjendje. Nuk e përballoj dot. Që në të gjithë Është pralia eksperiencat në e mia, dëshirën e ti. në të gjithë eksperiencat e mia, baballarat s'kan pasur asnjë lloj problemi. kuptoj. Fare. Patjetër që ka qenë emocionale, patjetër që ka thënë o bobo, kanë vënë duar të koka çajm duke pa, nuk askush nuk është penduar. Të paktën në eksperiencat Është e një mia. moment shumë rëndësishëm. A ke dal nga salla duke qarë ndonjëherë? Kam dalë shumë herë. Më së shumti kam dalë nga këto ndërhyrjet, se sa kam dalë nga ana emocionale e bukur. Që më vërteton edhe një herë të më thënë që ka shumë ndërhyrje dhe s'dua interferojnë te mua. Se unë e di që është gjë e bukur. E di se çfarë po ndodh aty, po këto janë aq të forta dhe janë aq ndërhyrëse në shumicën e rasteve saqë e pengojnë shumë bukurinë e procesit. Në të dyja llojet e lindjeve. Kam dalë duke qarë edhe prej këtyre, po kam dalë duke qarë duke menduar ç'a ishte kjo. Për shembull në lindjen e shoqërisë time të ngushtë, që ka qenë lindja më e gjatë që un kam dokumentuar, kam mbaruar i gjithë procesi, un e nisa të qarën time që në momenti që po vinte çuni, dhe pastaj kur u qetësua pak situata, kam shkuar në tualet, gjëja e parë që kam bërë kam marrë dashurin tim me video. Ai po pinte kafe në Shqipëri për shefin e vet dhe më tha mu ç'a kam pa unë tani, i thash, ç'a ishte kjo që unë pash? Ai shketi nuk dinte të reagon dhe patjetër se unë këtë fjalinë e kam thënë shumë herë. Po ai ishte realisht çfarë pash? Sepse ishte një gjë shumë ndryshe nga ato që kisha parë. Nga ajo që kishe parë Totalisht. deri më tani. Dhe më flit pak për këtë pjesën tani. Ajo ka qenë një lindje që unë aspiroj që lindjet tona të jenë sa gjysma asaj. Dhe kur them ajo, jo vetëm ajo si individ, gjithë procesi dhe gjithë fluska e procesit të lindjes që ata kanë. Rasti im ishte në Suedi, patjetër që nuk është vetëm Suedia që procedon kështu me lindjet, gjitha vendet e Europës ka spitale që i kanë politikat shumë të qeta, shumë të pandërhyra e me radhë, ti gjithmonë informohesh përpara dhe ti gjithmonë ke një plan lindje. Ti çon spitalet një plan lindje. Qoftë ky spitali shtetëror, po flasim fare për privatin se kush e di se si është privati, mendoj unë. Ti çon planin lindjes në rastin asaj kishte thënë që unë dua një lindje të tillë, dua të kem muzikë, dua të ndes qirinjt, dua të jetë shumë ngadalë, dua që kordoni të pritet me vonesë, dua që placenta të dalë vet. Këto ishin kërkesat e saj. Kam fotografen me vete, kam partnerin me vete. Këto nuk ishin leje. Këto ishin thjesht kushte të vëna në DNI. Dhe ideja që kjo kartela bëhet sepse kushdo të jetë në turn atë ditë, duhet ta lexoj. Se nuk do ta them unë ty se çka kam shkruar aty. Gjë që te neve për shkakun ndodh rëndom. Çdo gjë që ajo kërkoi u bë. Si ka mundësi të me vete që asnjë gjë nuk shkon ndryshe, domethënë kurse te ne ka gjithmonë diçka që shkon ndryshe, domethënë se nuk u bë kjo, nuk u bë kjo. Ka qenë lindje e gjatë, ka qenë një lindje që unë kam ndjekur për fatin tim të mirë që në javë të 37, kam qenë me të në shtëpi dhe kam qenë me të edhe kur pati ca gjakderdhje fillestare, kur filloi hapja. Në natën që i filluan dhimbjet kam qenë aty, jam zgjuar edhe ajo kthehet edhe më thot, po filloi Marmesa, tha, sot jemi për lindje. Edhe unë thjesht u zgjova, bëra gati. Ka qenë shumë emocionale sepse çantën e kisha gati prej 3-4 javësh, po e zbraza dhe e mbusha prap dhe i numëroja lentja 1, lentja 2, aparat, bateri, kartë, fisha, flash, gjitha me vete me idenë që mos harroja diçka. Ndërkohë të ishin çantë, kishin 3 javë aty. Si puna çantës maternitetit. Eksakt, ajo çanta ime maternitetit. Dhe ka qenë fantastike sepse neve e kemi nisur procesin shumë të ngadalë në shtëpi, ka qenë një lindje që nisi, ne u futëm te Vaska në shtëpi. Unë ula aty te VC, jam aparat në dorë. Ka qenë një sfidë nga ana teknike për mua sepse ishte hera e parë që unë dokumentoja një lindje me flash, me blitz. Unë s'përdor kurrë blitz, asnjëherë. Nuk është teori e punës time, nuk e përdor as me fëmijët, as në lindje.
më mirë rrezikoj pa kualitetin e fotos se të përdor se sa blicin. blicin. As nuk më pëlqejnë, në fakt. Po. Është dhe çështje stilistike, po është edhe ky besimi që blici nuk i nxjerr shumë mirë. Isha detyruar, sepse ajo donte një lindje me qiri. Nuk ishim dritë. Dhe i thash, ti patjetër që të ma vështirësoje mua në maksimum. Situata, po. Dhe kemi qëndruar në tualet një 3 orë të mira në Vask, me muzikë, me ato që rinjt, flisnim të dyja, kalonim kontraksionet bashk, bënim shaka, deri në një moment që e tha Armisa, unë po mundem, më tha duhet çohemi tani. Jemi ngritur nga Vaska, ajo filloi të rinte sipër topit, kishte topin te shtëpia, dhe ndërkohë po bëja gati ca çanta, u zgjua partneri, po bëheshim gati dhe erdhi një mami që atje funksionon që mamia vjen, bën këtë kontrollin para prak për të thënë ty Je gati apo jo? sepse Mos parimi shkosh atyre është që të rish sa më shumë në shtëpi. Dhe i thot, dëgjoj thot, je diku ke 6, kështu që do rrim dhe pak fare dhe pastaj do shkojmë. Dhe filluam procedonim, kalonim kontraksionet një nga një, deri në momentin që eskaloi situata dhe të bërtiturat morën vend. Tani duhet ikim, tha se s'mban më ujë pilafi. Kemi ikur në makinë, unë mbrapa këtej kisha çantat që do t'i merra me vetet asaj se do të bëja dhe shoqen dhe fotografen, dhe kisha aparatin. Jemi ngjitur në spital, ka qenë shumë e bukur dhe shumë e fuqishme njëkohësisht që unë duhet isha në ashensor me të sepse i shoqi po parkonte makinën, ajo peshohej tek unë ndërkohë që i vinte kontraksioni dhe kur kemi dalë nga ashensori thjesht kanë ardhur 3 mami infermier, nuk e di çfarë ishin. Me një karrocë e ulët dhe më thanë, e kemi neve tani, hajde, tha. Pa më pyetur kush isha, çka kisha vesh, pse isha aty fare. Jam futur në salë lindje, ka qenë një procedurë që neve na ka zgjatur nga ora 9 e mëngjesit deri nga ora 2-3 drekës. Totalisht e udhëhequr nga Zoti, them unë. Pa ndërhyrje. Pa ndërhyrje në sensin të gjithë shkonin sipas rrjedhës së saj. Ajo thonte dua të ndroj pozicion, të gjithë mobilizoheshin për ndruar pozicionin. Kishte gjatë gjithë kohës ndihmë, për shembull i vinin ca akullore të ngrira që e ndihmonin gjatë gjithë kohës. Një moment ta thash dhe ty, më erdhi një mami më tha mua, "Are you okay? Are you tired? Do you need some water?" Edhe unë e pash dhe kthehem te kjo shehim e thash, "Po ti në hotel më ke sjell bua." Thash. Se mu si isha mësuar dikush të kujdesej për mua, thash se jam okay, kam me vete të gjitha, kisha marr ujë, ushqime me vete. Dhe ka qenë një procedurë që realisht zgjati në orë patjetër, po ishte tmerrsisht e pacënuar. Partneri i saj ishte gjatë gjithë kohës aty dhe madje në shumë pozicione ato e ndihmonin partnerin të rrinte aty për të asistuar dhe mamin, pra ndihmonin të dy njëkohësisht. Dhe në të gjitha pozicionet që ajo provoi, ato shkonin në varësi të pozicionit. Uleshin, ngriheshin sipas pozicionit. E magjia ishte kur doli Magjia ishte bezi. në fund. Në fund fare, ajo gjeti atë forcën kafshërore që unë thash që ul në gjunjë si për krevatit, duke qenë mami vet patjetër që kjo ja dha sigurinë të fuste duart për ta kap vet kokën, po mendoj që çdo gocë ta bënte atë. Nuk e di pse kam këtë besimin. Ka qenë një pozicion në gjunjë që duke vetëm koka, unë ta tregova dhe unë këtë pozicionin nuk e heq kurrë nga mendja ime, se unë jam ulur te krevati, kam mbështet duart. I bëra ca foto atij momenti dhe pastaj thjesht po shikoja një kokë që ishte aty, që ishte totalisht në Terezinë vet. Po prisnim që thjesht vinte kontraksion i radhës, që me kontraksionin e radhës ajo të fillonte të çtynte prapë. Asnjë dorë shtesë, asnjë ndërhyrje, asnjë fjali, thjesht një procedurë e qetë. Në momentin që ajo ndjeu që po zbriste, ka qenë humoristike fare se unë isha e pozicionuar nga mbrapa dhe në shqip në mes të një salli që fliste suedisht, më thot, "Armisa, dilte ky cepi këtej, do dali këtej." Ndërkohë nuk e dinte ç'a ishte, nuk e dinim gjinin. Nuk e dinim gjinin. Dhe ajo thjesht zgjati duart, e nxorri vet bebin, askush nuk i ndërhyn asnjë gjë, e ngriti lart dhe tha në suedisht, "Është djalë." Dhe për mua ai ka qenë një moment se më ngren qimet përpjet kur e mendoj se si unë nuk e di se si kam shkrep në atë moment. Sepse mu veshën syt. Mu veshën në një lloj mënyre që nuk shifja ai kisha në fokus ose kisha në fokus foton fare. Isha edhe me blic, ishte dy fishe vështirë. Ka ndal absolutisht janë foto më të bukura që kam shkrepur në jetën time, sepse flasin shumë, flasin jashmase për gjithë procesin, për gjithë natyrën njerëzore, për gruan, për se janë dhe momentet që ai që partneri për shembull është ti e shef që s'është askund, ose ka ca momente që tallemi tani për shkak se ai është duke qesh dhe ti e kupton që ai aty nuk po përjeton ai farë gjëje, është në botën e vet. Edhe është absolutisht më e bukur që unë kam dokumentuar dhe pres tani kushdo jetë kushdo e thyet. Ermes ka një që këtu. Ti më përmendi një super eksperiencë si kjo e Suedis. Sigurisht që ne flasim për problemet e sistemit tonë,
që janë absolutisht të shumta. Por ama, unë kam pas mama që kanë bërë ndërhyrje të jashtë vendit tonë, për shembull, në Mbretërinë e Bashkuar, të themi, edhe kanë treguar një sistem shëndetësor të tmerrshëm. Absolutisht, të absolutisht fare, tmerrshëm. patjetër. Edhe thonë ku je o Shqipëri, thonin gjithkohës, domethënë sepse ishte një trajtim i keq, neglizhencë totale e mjekëve atje, kështu që besoj që edhe kjo ka të bëjë. Unë prandaj të thash, për mua është vetëm një rast. Po. Unë atë rast tregoj me shumë në formë shumë sublime, sepse për mua rezultati ishte i tillë. Siç edhe në Shqipëri ka patur lindje që unë kam thënë, "Ok, ka shkuar mirë, kjo po mund të shkonte më mirë." E më mirë, po. Sepse unë realisht besoj dhe thellë besoj që nuk është se mundësia nuk është. E di pse, sepse është e njëjta gjë me fotografinë në lindje. Kur unë nisa fotografinë lindje para 6 vitesh, unë bullizohesha, jo vetëm bullizohesha, po keq trajtohesha dhe shihesha si një problem i madh në sallë. Domethënë më referoheshin njerëzit, "Qa është kjo që është këtu? Kush e ka fut këtë?" Sigur unë nuk isha një qenë njerëzore aty. Dhe deri para 3-4 vitesh kjo ka qenë situata, që unë isha ai armiku aty brenda që dokumentoja çfarë ndodhte. Derisa u mësuan njerëzit që kjo gjë mund të bëhet. Dhe nëse bëhet siç duhet, është mirë për të gjithë në fakt. Dhe njëta gjë mendoj që ndodh edhe me lindjen, në sensin nëse neve fillojmë të ndryshojmë, duke filluar që nga mamat vet. Për shembull, nëse unë shkoj në një klinikë ginekologjike dhe ndjek shëzanin time dhe ka diçka që mua nuk më pëlqen, dhe unë nuk flas për këtë gjë, që këtu nis problemi im, sepse unë duhet flas për këtë. Unë duhet t'ia them, bie dakord, është një tjetër gjë, pra procesi duhet vi me radhë. Dhe këtë mendoj edhe për lindjet. Jemi mësuar në të lloj mënyre, refuzojmë të ndryshojmë dhe nuk tentojmë të rrezikojmë pak, po themi, pra unë nuk kam parë një mami të re në moshë, të brezave të rinj, që ta shoh që të tentoj një çik ta thyej pak atë zinxhirin. Sepse nëse mamitë e reja do fillojnë ta thyejnë zinxhirin, edhe të vjetrat thellësisht e din ata. Që shiko se unë këtë mund mos t'ja bëj, po unë po ja bëj se unë kështu jam mësuar ta bëj. Dhe mendoj që shumë thellë brenda nesh, nuk është se nuk është mundësia, nuk është se Anglia, Suedia, Gjermania kanë më shumë se ne, se sa thjesht rregullat. Që do të thotë, nëse ti në Shqipëri ndodh një problem mjekësor dhe ti shpëton nga drejtësia, në Gjermani nuk i shpëton dot. Shpëton. Do ikësh. Po, kudo nuk shpëton. Dhe mendoj që kjo ka bërë vetëm, sepse njerëzit neglizhojnë, e shohin situatën, po e kaloj kështu si po e kaloj, dhe mendoj që kjo është një nga gjërat që ka ardhur zinxhir. Ka ardhur zinxhir. Unë nuk e di gjatë gjithë emisionin jam me qimet për pjecë. Jo nga ftoti, po nga gjithë emocionet që ti po përshkruan të gjitha lindjet. Tua të ndalem pak të kjo eksperiencë e jotja në spitalin publik, shtetëror, pra edhe në privat. Ti si e ndaluar tashmë, a? Faleminderit që e solle në tavolinë. Unë momentalisht jam totalisht e ndaluar. Unë të thash, ka nisur si një tabu, që njerëzit thonin, qa është kjo specia këtu, që është fut me aparat, kaloj në një lloj qefi dhe dëshire, pra, se ka ardhur kështu si një kurb. Kaloj ke këtë dëshira që mjekët thonë, erdhe prapti, hajde na bëj ca foto, që unë mendoja që ja hodha, sepse këta po e kuptojnë që unë jam këtu për qef. Domethënë, unë i dashuroj të fotografoj gjithë njerëzit në punën e tyre, sidomos ata i kapja duart kur qepnin, kapja mamit duke qeshur, dhe mos u imposto. Sa moment i bukur, po. Sepse janë gjëra që të gjithë, a e do punën tënde, po e deshe punën tënde, do ta kap, do duash ta kesh kujtim, domethënë. Vazhdoj tek kjo dhe u finalizua, po themi, në një moment të vitit kaluar, që unë ta shpjegova dhe kur u takuam, ndodhen 4 lindje njëra mbas tjetrës, si asnjëherë më përpara, dhe për fatin tim të mirë qelluan që të 4 gocat ishin personazhe me profil publik. Dikush më shumë, dikush më pak, nuk ka rëndësi, por të 4 gocat kishin një zë që mund ta flisnin. Do thash, okay, erdhën shumë rastësisht, 4 tam kanë shkuar vet, e donin këtë eksperiencë dhe qelluan që lindin prill, maj, qershor. Dhe kanë qenë muaj që unë thoja, okay, mendoj që tani do lehtësohet shumë situata dhe do ketë shumë lehtësi jo për mua, po, e vërtet, po për mamat e tjera. Sepse është ajo që unë ta thash, dhe unë kam shumë të rëndësishme ta them. Për mua nuk ka rëndësi absolutisht fare, jo për keq, po për mirë, kush është personi që po lind. Pra, unë e njoh Orindën sa vite ka Orinda në treg, çfarë karriere ka, unë ja kam dëgjuar këngën kur kam qenë e vogël, po kur ajo është duke lindur, ajo është thjesht një mami. Dhe edhe për ty nuk ka rëndësi kush ka qenë përpara. Ka rëndësi që ti po lind. Dhe duke qenë se ti je duke lindur, unë jam aty për të ndihmuar ty, për të dokumentuar ty.
Dhe thoja duke qenë persona me profil publik, do ndihmojnë, sepse do thonë që shiko se unë kisha fotografen dhe pata 1, 2, 3 gjëra të bukura dhe shumë goca të tjera do e kuptojnë sa e rëndësishme është, po më shumë se gocat e tjera do e kuptojnë spitalet. Ndodhi kjo ironia. Unë mendova që mbaroj stuhia dhe do filloj qetësia, ndodhi e kundërta. Fill pak muaj pas lindjes së fundit që ishte personazh publik, spitalet private vendosën që të krijonin paketa të tyre me fotograf të tyre. Që do thotë, nëse unë shkoj dhe lind në këto spitale private, nuk lejohet fotografi. I jashtëm. Pra ti je detyruar të marrësh paketat e tyre. Gjë që unë e prisja. Të them drejtën, i friksohesha kësaj sepse e kuptoj, patjetër që e kuptoj në anë biznesi. Por nuk kuptoj këtë tjetrën absolutisht dhe nuk jam fare dakord si grua vet. Nëse unë dua të shkoj të lind në një spital privat, absolutisht nuk bëhet fjalë që unë të marr, sidomos në këtë gjë se fotografi është gjë qefi, jemi të gjithë të qartë, të jemi detyruar. Unë mund të jem detyruar për të ndjekur diçka mjekësore sepse mjeku im më thotë Armisa kjo është më mira për ty. Po për diçka qefi? Nuk bën sens. Absolutisht nuk bën sens dhe ka pasur shumë goca që më kanë shkruar Armisa pyeta dhe më thanë nuk lejohet askush tjetër, kështu që unë nuk do marr fotograf. Dhe kjo është më e dhimbshme në fakt. Siç ka pasur dhe goca të tjera që thonë Armisa jemi detyruar të marr këtë paketën që më kanë dhënë sepse unë dua t'i kem fotot. Dhe për mua absolutisht nuk ka asnjë lloj problemi, po pse? Sepse deri para një viti, unë isha persone që mamave i thuhej nuk lejohet fotografi. Ka patur rasteve që mamave është thënë ne s'kemi lejuar kur fotograf. Ndërkohë që mamat kanë shkuar dhe ja kanë dokumentuar që shife se unë kam 1, 2, 3 shoqe që kanë patur fotograf, si nuk u lejova fotografi. Kanë gënjur. Le të dalim specifikisht në disa raste, le të themi që mund t'ja tregoj mamave qoftë edhe për t'i bërë gati për situata të tilla, për qoftë edhe për të treguar që ka dhe kështu, ka dhe kështu, ka dhe të mira, ka dhe anë pozitive, njëkohësisht mbaj mend që më the një rast që më friksoi në fakt. Nëse i kishe fjalën për atë cesarianin që unë të tregova. Po, ajo që po, ka qenë po, ajo ka qenë tezja e shoqës time të fëmijërisë. Që për mua ishte 10 fish përgjithësi tani se përveç se tezja e saj ishte njëri që unë e njeh që fëmijë, domethënë po bënte bebin e saj të dytë. Dhe ka qenë fati shumë i mirë, kam qenë në spital shtetëror kam qenë, me një mjeke fantastike që unë e kam shumë për zemër në fakt. Shumë e dashur, shumë e mirë. Riku dush ta bëj çfarë të dush. Na bëj dhe neve na i foto. Tha, për mua ishte perfekte. Ishte në një sallë shumë të vogël që ishte mesditë dhe dielli binte gjithkohon. Salla ka qenë magjike, si pamje. Dhe ishte momenti që po dilte goca, mjekja e kap kokën e bebit edhe gabimisht mjekut asistent në mos gabojmë unë i rëshket pa dashje nga dora dhe bebi futet pra brenda. Dhe ideja është që kur bebi u fut brenda, gjithë ato shtresat që neve na duken një gjë shumë e thjeshtë e bllokuan pamjen dhe mund të jesh mbaj mend sërish unë ula aparatin, totalisht është instiktive domethënë nuk të bëhet që të fotografosh, mund të jesh mbaj mend që ajo futi dorën te po kërkonte kokën. Nuk është se ajo ka një vend madh ku të shkoj, po prapë është panik sepse është çështje sekondash. Dhe thjesht unë kujtoj qetësinë e saj që tha pak më shpejt, lëvizni pak më shpejt se nuk është mirë kështu. Po agravoi pak ana emocionale dhe në sekondë domethënë e kapi kokën dhe nxorri shumë shpejt. Dhe mami e kuptoi këtë gjë. Po tha, "A është mirë?" tha. Po, i thanë ato shumë mirë. Okej, tha. Domethënë ishte qetësia e saj, mendoj unë që ishte mendoj të ishte panikos, domethënë. Kishte lëviz trupin ose diçka do ta kishte vështirësuar situatën. Unë kam një foto shumë të bukur të asaj lindje që jam dola nga koka mamit pastaj. Dhe janë të dy mjekët sipër në cep të aparatit pra të imazhit, është bebi i ngritur këtu në mes dhe thjesht mami që po e shikon. Është magjike. Është magjike se gota tani është gati 5 vjeç, unë po presja të rritet edhe më shumë që tregoj shive se çfarë foto kam bërë në atë moment. Ka qenë e vështirë ishte patjetër. Dhe vështirësia më e madhe ishte që unë zbrita pastaj poshtë dhe poshtë ishte shoqja ime e ngushtë me burrin e asaj, me familjarët, gjithë ulur te kafja, gjithë duke prit me shumë dëshirë sepse bebi kishte ardhur në jetë dhe unë ndërkohë isha e traumatizuar. Dhe thjesht u ula, i thash çdo gjë shumë mirë, goca, ndërkohë isha shumë e prekur, domethënë po qaja mbaj mend, edhe nuk e kam thënë atë moment se ç'a ndodhi, e lash edhe asaj ti tregonte normalisht se është eksperjenca e saj dhe pastaj kur e kam diskutuar më mbrapa, ishte as pak e lehtë për t'u parë, si eksperiencë. Meqense folëm dhe pak për Ingerin dhe eksperiencën e saj në sallë. Ajo që Ingeri tha shpesh dhe le themi e përforcoi si
Ideja ishte që unë doja patjetër lindje natyrale. E donte realisht. Doja patjetër lindje natyrale. Aq sa arriti në pikën që mendoja që nuk do e ndjeja aq shumë fort fëmijën tim nëse nuk do të vinte natyralisht. Dhe unë e besoj shumë. E di pse, sepse unë vetë në konceptin tim si Armisa, unë në asnjë moment nuk e konsideroj veten time të lind në formë cesariane, për vetë arsyen që më duket sikur trupi më di më mirë se sa unë se çfarë duhet bëj. Dhe nëse shumë njerëz thonë që frika ime më e madhe është lindja, frika ime më e madhe është detyrohen për një arsye mjekësore të bëj ndërhyrje cesariane, realisht. Sepse më duket cesariani është një mrekulli, po është i krijuar përgjithsisht për rastet më të vështira. Dhe kemi të bëjmë edhe me situata kur rrugtimi ka qenë i vështirë, kemi të bëjmë me situata kur mami vet nuk mundet dot, se ka mënyra si mund ta ndihmosh mamin, po ka raste patjetër që ajo është zgjidhja më e mirë, shiqur që e kemi. Por me Ingridin specifikisht dhe shumë goca të tjera si Ingri, po e marrim rast sepse është person me profil publik, po sa goca të tjera kanë pasur të njëjtën histori dhe unë i kam ndjekur në të njëjtën rrugtim, që besonin fort tek lindja vet, domethënë unë dhe te Ingrid nuk shifja një arsye pse mos lindej vet sot e kësaj dite. Mendon ashtu. Mendoj ashtu dhe gjithsesi them që patjetër që është çështje rrugtimi, si shkon situata, si marrin rrjedha të gjitha me radhë. Dhe gjëja që më ka trishtuar më shumë specifikisht te Ingrid ishte sepse ishte shumë besim plot dhe në moment të fundit pastaj unë lexoj që e humbi atë shpresën, po themi, u mërzit. Dhe bashkë me të u mërzita shumë dhe unë. Sidomos kur ti e di që ajo mundet, edhe kur ti e di që ajo tenton me gjithë fuqinë e vet, por në fund të ditës, realisht, në momentin që ti e sheh që gjërat janë mbi ty dhe ti nuk merr dot më vendime, le të shkojmë aty ku është më e sigurta. Për shumë arsye. Mund të kishte shkuar ndryshe, patjetër që mund të kishte shkuar ndryshe, si qindra lindje të tjera, mund të kishte shkuar ndryshe. Por prandaj është ajo që eksperiencat nuk janë kurrë njësoj dhe ti nuk e parashikon dot 100% asnjëherë. Fatkeqësisht. Por rëndësi ka që ti përpiqesh. Në rastin e Ingrid, për shembull, bëri çdo gjë të mundur dhe thjesht po priste. Dhe ka pasur raste për shembull, Risi gjithashtu i erdhi përpara koha. Po. Risi e kishte të planifikuar vet, ama i erdhi rastësisht. Ka ardhur, domethënë ka ardhur dhe goxha javë më duket përpara. Një gjë e tillë që ishte relativisht shumë, domethënë nëse Irisi do kishte planifikuar, do kishte lënë të lindte vet, do kishte lindur vet në një javë shumë normale, domethënë as shumë as pak. Do kishte qenë shumë okay. Kështu që ti asnjëherë nuk e di fikse kur vjen. Këtu pastaj futet ai roli im i on call-it që quhet, që un jam në pritje. Je gjithkohës në pritje në fakt. Dhe është shumë e rëndësishme që un të jem në dieni të shënzonisë, pra po themi muajin pas trimestrit parë, që ti për llogarit bashkë me mua që në këtë kohë un mund të lind, sidomos në lindjet vet, se normalisht nuk e parashikojmë dot. Dhe unë duhet të jem në kontakt, sepse ka një gjë shumë të rëndësishme që ndodh me fotografin e lindjes, që e bën shumë ndryshe nga një fotograf i zakonshëm. Unë duhet lidhem shpirtërisht patjetër me ty. Patjetër, sepse unë do futem me ty në një moment që është më vulnerabël jetës tënde. Dhe nëse unë nuk e di se si je ti, se çfarë pëlqen, se çfarë karakteri je, se si e sheh lindjen ti, atëherë si mund të dokumentoj unë ty? Sepse unë po vi të ruaj ty siç je. Jo të ruaj ty thjesht çfarë po ndodh aty vërdall. Dhe përgjithsisht është shumë e rëndësishme që unë të jem në dieni dhe të jem në kontakt që nga muaji 4 deri 5 dhe pastaj aty nga javët e fundit filloj dhe mundësisht dal për kafe, mundësisht, pra bëhet shumë miqësore situata. Duhet se s'bën. Nuk është marrëdhënie pune, absolutisht. Pra ti ke bërë 150 shoshe në këtë rast. Po, vallai kur i shoh në rrugë, më duket sikur kam një lidhje shpirtërore me secilin, është e pamundur ndryshe. Është edhe shumë emocionuese si gjë se kur ndodh pastaj që i fotografoj edhe pas vitit të parë, është fantastike. Është fantastike se i them unë kam qenë aty me ty, domethënë është të bëhet një lloj siç më është bër një lloj misioni i bukur, sikur unë në kokën time kam gjithë ato ëngjëjt që rrin aty, që unë i kam parë, edhe në rritjen e tyre do jem aty, edhe kur i shoh rrugë ose kur bën lindja e fundit. A i shikon në ëndra? Në ëndra. Të shfaqen lindjet? Unë shoh shumë pak ëndra si njeri, kështu që nuk mbaj mend diçka specifike, me thënë të drejtën, po mund t'i kem parë. Okej. Di që në periudha kur jam në pritje lindje, nuk flej shumë mirë. Nuk flen mirë. Më del gjumi më shpesh. Më del gjumi më shpesh sepse kam frikën se truri rri zgjuar që mund bjerë telefoni. Këtë e kam. Si është momenti i familjes? E fotografon ti atë? Ai është momenti ku unë mendoj që filloj shpërthej. Ai është shumë i bukur. Është i bukur, është A është gjithmonë gjithë familja aty? Jo. Jo.
shqyqër zotit jo. Shqyqër zotit jo. Kemi avancuar. Po, në këtë pikë. Sidomos në rastet kur ka qenë babai në sallë, unë ta thash, janë lindet më të bukura që unë kam dokumentuar, sepse për mua është një cikël i mbyllur, janë të tre aty. Unë kam prindër, partneri im ka prindër, kemi motra vëllezër, po për mua në lindjen time nuk ka absolutisht njëri më të rëndësishëm se partneri im, sepse bebi është i yni. Po. Edhe familja është e jona. Dhe do të mbarojmë një këtë ciklin të tre bashk, pastaj të shkojmë të tjerët me radhë. Çfarë do të thojë sot një mame që është para momentit për të futur në sallë lindjes? Unë nuk e di se çfarë mund të ketë mami në plan të bëj, po unë gjithmonë, edhe kur janë shoqe, edhe kur janë goca që ndoshta dhe nuk i bëjmë lindjet, unë nuk jam aty, mundohem gjithmonë dhe i them, e para gjithmonë i them, uroj të jesh sa më e qetë këto ditët, ti shijosh sa më shumë këto ditët, po i them gjithmonë, nëse vjet diçka në kokë që do t'ja thuash dikujt, duhet t'ja thuash. Edhe sikur ti është gabim dhe mos ta kesh frikën që dikush do thotë ç'a po thot kjo, se ndodhin këto. Po. Jam shumë pro që gocat duhet luftojnë për eksperiencat e tyre, domethënë duhet të shijojnë eksperiencat e tyre sepse sa herë mund të lindin. Ato pak herë që do lindin, 1, 2 apo 3, nuk ka rëndësi fare se sa, duhet të jenë të gjitha plotësisht të jetuara. Dhe çfarë do i thoje një mamie, doktoresha, përpara se të futet në sallë? Po do t'i thoja të zgjohen në mëngjes, të shihen në pasqyrë, ta rifreskojnë dhe një herë idenë që sa punë e bukur është kjo, sidomos brezi i ri, që janë futur me dëshirë, ndryshe nga mamitë dhe mjekët përpara që i çonte sistemi. Të rinjt janë futur vetë me dëshirë për të bërë mami. Kështu që të marrësh me dëshirë një punë dhe ta kryesh, duhet ta kryesh me dashuri më të madhe. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që njerëzit ta dashurojnë gjën që bën, se po e dashurove, unë mendoj që nuk ka bën kurrë. Dhe sa gati je ti për lindje tani? Ua, unë jam super gati. Në kundërshtim atë që thash pak më parë. Po duhet të kryejmë një procedurat të tjera, duhet të bëjmë ekspozitën e radhës. Po. Dhe pastaj duhet fillojmë të mendojmë proceset e tjera. Njërin pas tjetrit. Dhe uroj që gjithçka të shkojë bukur dhe të gjitha emocionet që ke shkrepur deri tani, momentet që ke shkrepur deri tani të përcillen bukur dhe në ekspozitën e radhës. Faleminderit që ishe në mam. A ka një histori që të ka tronditur ti gjatë këtyre viteve? Kisha një që ishte në 9 vjeçare dhe prindit e kishin çuar në QSOT për idhim të barku të shkretët me idenë që çfarë ka dhe solli maternitet. Ai ishte gati duke lindur. Bëri dhe lindje normale. Dhe nuk u ndje. Dhe nuk u ndje. E gocë. Dhe e kam përpara syve, ishte yll e bukur, domethënë e kam para syve dhe i duroj ato dhimbjet e lindjes me aq nuk ju ndje zëri. Ato prindit i bindit murit me kokë të dy qanin e ashtu, po që kjo gjëra që ndodhin. Si që 9 muaj si kishin kuptuar. Se ka kuptuar nënat. Unë them që këto hyn pjesë e nënat e pakujdesshme. Sot në mam kam një grua e cila i ka mbajtur dorën shumë grave gjatë lindjes së tyre. Dhe i ka qëndruar pranë, i ka frymëzuar që të vazhdojnë përpara dhe të lindin në mënyrë natyrale. Pra kam një nga hallkat kryesore të lindjes. Dhe është një zonjë e cila ka më shumë se 30 vite shërbimi në spitalin ginekologjik të Geraldin. Pra atit që ne e dim që është ai spitali i parë dhe ajo që ne na lidhet më njëherë me lindjen e grave dhe ardhmjen e të bebave. Kam kryemamin e spitalit Geraldin, Rodinën. Është kënaqësi që sot kem në mam dhe të flasim për gjithë rrugtimin që bëjnë mamat, që është absolutisht i vështirë, por i bukur në momentin kur vjen ajo krijesë në jetë. Duket sikur ndryshon gjithçka, duket sikur qielli zbret në tokë në atë moment për çdo mami. Por edhe për ty ka qenë një njëjta gjë kur erdhën vajzat e tua. Patjetër. A do e nisim nga vajzat njerë, pastaj të kalojmë te mamat e tjerë? Ku ka më bukur që ta nisësh në këtë emision me ty që je kaq e bukur, dhe thuhet që thuhen dhe gjërat bukura. Faleminderit shumë. Bej, meriton dhe më shumë, por që në vazhdimsinë e emisionit do të flasim. Të gjithë e meritojmë më të mirën e mundshme. Por unë mendoj që ti jesh mami është një nga profesoret më të bukura. E them shpesh dhe dua ta them dhe ta rithem. Ti jesh mami është profesion i bekuar. Merr pjesë në ditën më të shënuar të një gruaje, kur bëhet nën. Dhe ajo nën nuk të harron kur për jetë.
pse i ke mbajt dorën, i ke dhënë bebin, pra është ajo impakti i parë me nënën dhe me bebin. Është shumë e Dhe vërtetë. është kënaqësia më e madhe që ta bësh këtë profesion. Rutin kjo është si mision më shumë në fakt, besoj për çdo grua zonjë që e kërkon këtë ta ndjek si profesion, kam përshtypjen si mision në vetvete që ti duhet të qëndrosh gruas pranë. Po ndërkohë duke menduar edhe veten tënde që një ditë do jesh në atë pozicion nëse nuk e bër ende nën akoma. Dhe kështu ka ndodhur për ty, ti ke nisur përpara se të bëhesh nën, në spital. Patjetër. Unë kam filluar punë në 94, dhe në 95 kam rindur vajzën time të parë Erda. Domthon ka qenë një nga bara që unë e kam pritur me shumë dëshirë, me shumë emocion, sidomos dhe lindja e parë. Dhe lindja e dytë, prapë mas 20 muajsh linda Gresin. Pra, ndërmjet gati 26 vjeç, pa mbushur 26, unë mbylla lindjet. Të dyja lindjet i kam deri në 26 vjeç. Pse i bëre kaq shpesh? Fap, shpejt. Ashtu i erdhi dhe nuk doja, nuk ishte diçka e planifikuar? Jo, s'ishte. Asnjëra as tjetra s'ishte planifikuar. Të dyja erdhën dhurat nga Zoti dhe shifri Zotit i kam të dyja shumë mirë. Atëherë ti kishe nisur punën në 94. Po. U bëre pas një viti mami. Pra ti në këtë vitin e parë kishe arritur të kuptoje, të ishe në përsallat, kishe të merrje emocionet e mamave. Po. E shikoja lindjen shumë të vështirë fatikisht kur isha mami e re, thoja a do bëja unë dot mami, a do arrit dot, ta bëj këtë punë. Dhe sot me që është dhe dita që unë jam këtu, dua të falenderoj të dyja mamit që kam marrë pjesë në lindjen e vajzës time, më vjen keq, po do ta them Orinda. Po patjetër. Mira Çekiçin dhe Diana Teqen, dy zonja që vërtet unë nuk e harroj për jetë, që kanë qenë të dyja në lindjet e vajzave të mia dhe që më kanë mbajt dorën dhe më kanë mbajt shumë mirë, dhe nuk e harroj për jetë. Sa orë zgjati lindja e parë? Lindja e parë ka zgjatur 13 orë. 13 orë. Që në momentin kur nisën dhimbjet. Po që fillon lindje 13 orë. 13 orë, një lindje pak e vështirë me vajzën e madhe, kam bërë lindje super të vështirë. Në atë kohë lindje me forceps, llogarit kam lidhur në 3 të natës dhe unë jam zgjuar nga gjumi nga ato në ora 10-11 dhe nuk e kuptoja ku isha. Por kur mora pastaj erdhën atë mrekullin time në dorë, çdo gjë harrohet. Shumëzohet me zero. Pra emocioni është akoma më i bukur kur merr beben në dorë, sidomos dhe fëmin të njerë që mezi e pret. Edhe pastaj ke marrë leje të plot? Ke qëndruar me gocën gjatë? Ke marrë qëndruar me gocën gjatë. Kam qëndruar me vajzën. Absolutisht po, një vit në shtëpi. Nise me gjithëdhënien? Gjithëdhënie po, nuk isha shumë fatikisht, më shumë se as 3 muaj se kam mbajtur. Pastaj fillova ushqimin artificial që tani do i çuditësh të gjithë që thua as 3 muaj se mbajte, sepse ne sot kemi paragjykime në këtë pikë. Absolutisht. Dhe unë këtë e them gjithmonë, nuk ka si ushqyerja me gjë. Më është më perfekte dhe më e mira. Por ndodh që ikën gjiri. Pa jo vetëm personazhet publik i ikën gjiri, edhe këtu dua të ndal, se thonë që personazhet publik i ikën gjithmonë gjiri. Ikën si kështu, tak fakt, themi ne nuk kisha fare gjë. Dhe a e përjetove ti atë? E përjetova shumë keq, shumë keq. Shumë keq, sepse doja shumë që ta ushqeja me gjë. Por gjërat që nuk dua, ndonjëherë nuk ndodhen ashtu siç i do. Dhe filloi ushqyerja artificiale. Me qumësht formulë, si themi ne. Por që nuk ka si ushqyerja me gjë. Ushqyerja me gjë është primare. Dhe unë këtë gjën e parë që i them nënave sapo vinë, gjiri në ushqyerja me gjë. Ushqyerja me gjë, domethënë është më e mira. Është primare. Por ndodh që ka nëna që nuk mund t'i japin. Po. Edhe nuk që janë me raste të veçanta. Të pusim në presion nënat për këtë gjë. Duhet bindet nëna që kjo është gjëja më e mirë për të, se edhe nëna si bën shumë mirë që ta ushqej bebin me gjë dhe për fëmijën që ka ato avantazhet e veta, bebi që merr qumshin e gjirit, kullostra që është e para, që është e pazëvendësueshme. Si ka qenë ai viti parë me gocën? Ka qenë mirë pas le të themi duke ka përcyer këtë pjesën e gjithëdhënies? Jo, kështu ka qenë shumë mirë me vajzën, çdo gjë ka shkuar perfekt, nuk kam pas probleme dhe me veten time u rikuperova shumë shpejt. A kishe ndihmë? Kisha ndihmë, kisha mamin tim, kisha dhe vjerrën atë kohë. Kisha shumë ndihmë. A keni pasur më shumë ndihmë jo aso kohë, rutin? Jo, dhe tash i kanë. Tash i përkëdhelen pak më shumë këto në natërie. Mendoj. Jo mendoj, po është e vërtet. Pse? Sepse duan, tash i gjërat janë dhe akoma më të lehta siç i kishim ne. Çdo gjë. Që nga mënyra e jetesës, mënyra e shërbimit ndaj bebit, gjërat që janë më të lehta,
pampersat, ushqyerja, çdo gjë. Atëherë ishin më të vështira çdo gjë. Them për kohën që kam lindur unë, ishin më e vështirë. Okej. Nuk Sepse është. ka një përplasje në këtë pikën sepse thonë që për të rritur një fëmijë duhet një fshat i tërë. Dhe në kohën tuaj ka qenë më e thjeshtë sepse ka qenë një lloj bashkëtese midis vjerrës, gra, ndërsa sot të rinjt janë ndarë më vete dhe e kanë të vështirë që Mirë, unë jam dakord. vjera dhe vjerri vazhdojnë punën, jetën e tyre dhe Absolutisht, nuk unë jam është se dakord në ndryshon të gjë. pjesë janë veçantë, domethënë që kanë krijuar familjet e tyre dhe është më akoma më mirë, por pa ndihmë nuk i bëjnë dot. Po. Dhe të duan se bëjnë dot. Po kur si ja japin dot, atëherë prandaj them këtu tek pjesa e Kur se japin vështirësisë. dot atëherë është dhe gruaja dhe babai i fëmisë. Të dy merren vesh, sidomos të rinj tani unë i shikoj janë goxha, angazhuar. po, janë goxha më mirë me bebin, bashkë me më mirë. Përpara duke i kështu, ta mbajon bebin. Nuk e mbanin burrat. Për shembull, dajte me babain, për shembull, s'dilin. Vetëm nënat ishin ato që ishin kryesoret në një familje që merreshin me të gjitha. Por pasi lindi vajza e parë, një vit, 2 vjet, pas 2 viteve do të vinte e dyta. Bëre një periudhë pune, pra u ktheve në punë. Po, fillova punë. U ktheve në punë. Fillova në punë. Por më shumë ndjeshmëri ndaj lindjes. Më e lidhur me nënën, më e lidhur, thash, çka kam hequr unë do ta heq edhe kjo, domethënë ishte lidhja akoma më e bukur, më e ngrohtë me nënën. Dhe do të vinte shtatzania e dytë për ty. Shazania e dytë fatikisht e prita shumë mirë, dhe e doja, dhe shkoj shumë mirë, dhe të dytën kam lindur për 20 minuta. Dhe jam Nga 3 çuditur. vjetor, Po, 20 minuta. Dhe shkova aty në pranim, dalin ato doktoresha. Ua, Rudina, ti je gati, do lindësh. Po si gati, unë isha vetëm. S'kisha marrë asnjë. Në lindjen e parë kisha gjithë familjen, fisin, kush do bëja unë. 15 veta poshtë, gjithë ditën e gjithë natën. Me të dytë shkova vetëm. Linda për bukuri dhe kur morën telefon. Linda unë. Si më linda? Linda. Ishte një impakt, domethënë, u çuditën të gjithë. Ishte lindja shumë e bukur, domethënë e përjetova më ngrohtë, Ishte më mirë, lehtë, më e lehtë absolutisht dhe ajo impakti i parë që ma vun direkt bebin, domethënë ishte lidhja shumë e bukur me Grace-in, domethënë shumë e mirë. Domethënë ndjeva më shumë erdhi më ngrohtë, më bukur. Çfarë mendon një mami kur i vjet? Ka parajsën. Ajo vënia e bebit në gjije dhe kur e shikon për herë të parë, nuk them është momenti më i bukur, më magjik dhe nuk harron asnjë nga këtë moment, domethënë kur e vën direkt. Nuk i intereson asgjë në botë para asaj mrekullie që kanë krah, domethënë në gjoksin e vet. Rutin, ke qenë ti një mami e fiksuar për t'i bërë gjërat ashtu siç duhet apo Ja, okay, nuk kam qenë. Nuk kam qenë. Them që nuk kam qenë dhe nuk kam ditur. Që them tani duhet ta kisha bërë kështu. Aq, domethënë ç'a dija, domethënë e bërë. Nuk isha kaq e çfarë do kishe bërë fiksuar. ndryshe? Për shembull, me ato që ti ke mësuar sot, çfarë do kishe bërë ndryshe gjatë? Dosha thoja do t'i mbaja më shumë vet. Nuk do t'ja jepja as mamit, as tim shoqit. Dosha do isha jo 50% që isha me punë, do isha më 70-80% do merresha vetë me vajzat. Këtë nuk e kam bërë. Sepse kam qenë në punë, e re isha, nuk kisha domethënë ndim kisha. Dhe isha Përshtypjen që kjo është pjesë e brezit tuaj, është një mungesë e kurse brezit. tani kjo nuk është pra. Dhe unë e shikoj në shumë çifte të reja dhe më pëlqen kur thotë për shembull që jo Rudina, ne të dy e kemi bërë, të dy do rrim. Dhe po ti ke një riprind, të ri për ditë tjetër. Ç'është kjo e them unë? Po të ri për ditë tjetër, pse duhet të rrim nëna? Jo, po le të rri edhe nëna, se duhet edhe dashuri. Edhe vërtet është shumë gjë e bukur. Më trego për rastin më prekës që ke përjetuar në sallën e lindjes. Ka pas shumë raste, me thënë drejta, lindjet e vështira, rastet e njëra që kemi pasur, që unë nuk e kam dalë dot të lindin mirë. Ka plot, por që gjërat që bukura janë të bukura. Mbaj mend për shembull një që lindi shoqja ime e ngushtë që ka lind për 28 vite goca, që Patricia, që unë e përshëndes, bëhet ajo mama. Dhe i prita dhe asaj vajzën, Ambelit, dhe kjo është një ndjesi shumë e bukur. Vitet e fundit, kur ne folëm bashkë, ti them, Orina janë shtuar shumë cezarianet. Dhe ne e shohim dhe e dëgjojmë shpesh pjesën e cezarianit që është shtuar. Qoftë si frikë, qoftë si facilitet, qoftë si pamundësi, paragjykim, le të themi që po nuk do i duroj dot dhimbjet, nuk janë për mua dhimbjet.
Si e shikon ti këtë pjesë, Ruti? Faktikisht, unë them, dhe Në përqindje dua, si janë ndarë, dhe më po të me si e shikon? përqindje është, akoma tash lindja normale vazhdon të jetë primare. Okej. Mos në maternitetin shtetëror që jemi ne Është është primare, prioritet, është prioritet. Nuk themi, nuk mund të them që është më shumë operacioni, por që janë shtuar. Sepse dhe brezat janë më të përkëdhelur. Brezat nuk duan dhimbje fare, nuk duan asnjë lloj, por ka dhe nga ato nëna që janë të reja fare që thotë, unë do ta lind vet. Po jo mos e bën dot, do ta lind vet. Dhe çdo nënë që thotë unë e lind vet bebin, e lind. Domethënë është vërtet çdo gjë është përgatitja që ndjek një grua gjatë shtatsanisë. Ka të bëjë shumë. Ku ndiqen në këto, domethënë ku e bën, si ndiqet, si trajtohet, domethënë një grua që ndiqet normalisht, i di ato hallkat çfarë ndodh në çdo moment të lindjes. Dhe e di ajo kur është ekspulsioni, kur ndodh kjo, çfarë duhet të bëj, çfarë është shprylla mas lindjes, çfarë duhet të ketë kujdes. Pra janë disa gjëra që disa nëna do them disa nëna, po them tash është bërë një masë e madhe e brezit që Përgatiten përpara. Përgatiten Edhe këto klasat prenatale Po për këtë po flas, po, ë? që janë goxha efikase dhe unë i shikoj ndryshimet e një nëne që ka bërë klasën prenatale me një nënë që se ka bërë. I sugjeron. Absolutisht që po. Kush ka mundësi që ta bëjë, absolutisht që po. Është shumë e mirë. Do ketë një lindje më të thjeshtë. Absolutisht. Përveç se më thjesht, po ajo në trurin e vet i ka ato hapat, çfarë do i ndodhi në çdo moment dhe i di. Thot, unë tash jam këtu, si dukem në këtë moment, e bëj kështu, po. që nga frymarrja, si duhet të rish, qëndrimi, domethënë i di shumë veprime, lëvizjet, që këto i mësojnë në klasën prenatale. A është gjithmonë më e lehtë cezariana apo është thjesht një perceptim i gabuar? Nuk mund të them që është e lehtë cezariana, se cezariana është thikësht, operacion është. Normale është normale. Është nga i madhi Zot që fiziologjike. Çdo gjë që është fiziologjike është më e mira e mundshme. Po nuk mund të them që është e domosdoshme dhe operacioni kur duhet. Dhe janë mjekët ato që ndajnë pastaj mënyrën e lindjes. Absolutisht që po. A mendon që ka shumë mjek që po i orientojnë drejt operacionit vajzat? S'mund të them, mjekët duan që po lindë normale. Nuk duan shumë dhe operacion, se operacioni lindje normale di qëndrimin e ka më të pak. Rigjenerimin e ka më shpejt. Dhe rikuperimin, domethënë e ka më të shpejt se sa një lindje me operacion. Pra dhe kjo nën bëhet më shpejt, më e gatshme për të ndihmuar bebin. Absolutisht, po dhe veten e vet. A vjen ngjyri më shpejt me operacion natyral? Ka të dallim? Jo, unë them që vjen njësoj, vjen ngjyri. Absolutisht. Është e njëjta procedurë nga të dy anët. Sepse ka një lloj Jo, absolutisht. Mendoj që të dy anët janë, jo, unë kam lidhur operacion se ushqej. Në momentin që lind, po ja vure nënës në gjë, sa më shpesh të thiti bebi gjirit, aq më shpejt mbushet gjiri. A janë shtuar kërkesat e nënave vitet e fundit sa i përket komoditetit, sepse ju e shikoni në spital shtetëror se ka dhe një gjë, vendosja në dhoma, janë disa gra në të njëjtën dhomë, apo kur lindin, le të flasim pak Kur lindin në prodhoma të veçanta. Dhe varet dhe nga sa veta janë, sa punë ka të ditë, por normali ja them që është shumë mirë dhe të ne është shumë mirë. Unë e them gjithmonë, nuk ka si spitali shtetëror. Do thuash që je partizane për sigurinë për çdo gjë, për çdo gjë. Spitali shtetëror është primar në çdo vend. Çfarë duhet të di një mami përpara se të zgjedh midis lindjes natyrale dhe lindjes cezariane? Atëherë, ai mjek ose me atë që ndiqet, me atë që ka, duhet t'ia bëjë të ditur të dyja përparësitë të dyja lindjeve. Çfarë t'jep njëra lindje dhe çfarë t'jep tjetra. Dhe njeriu kupton që lindja normale është më e mira e mundshme për çdo nën. Por ndodh që nuk e bën dot. Se mund të themi, edhe ne mund të themi që ti mund të do lindësh vet, do lindësh shumë mirë. Po. Si ti gjithë kjo gocë, si do lindësh. Po ka gjëra që nuk shkojnë gjatë lindjes. Ujërat e bebit janë të pista, prishin rrafet e bebit, ka diçka tjetër që nuk monitorimi që bëhet, domethënë që bien ato RZF-t. Atëherë për të shpëtuar edhe nënën dhe bebin, zgjidhja është operacioni. A që e vendos mjeku. Raste ju të tilla problematike Po ka raste. Keni pasur frikë, ke qenë prezent le të them në disa. Frika është shumë e madhe. Ne që ndjekim, domethënë, unë kam thash 32 vite që bëj dhe në paralindje, kur shikon një nën, që kur ngjon atë monitorin, rrafet bebit që bien pam, që bien të shkon themin e gjakun në fund këmbëve. Domethënë, prapë ngrihesh, domethënë them, po, prit se rregullohet rrafjet e bebit. Pra
është ndjesi që të Si bën. e rregullohen? Rrafet e bebes e lëviz dënën, lëvizin, se lëviz koka bebit, ndryshon pozicioni, është gati për lindje. Edhe rregullon rrafet e bebit dhe ne mbushesh me frym. Dua të flas pak për një tjetër temë që është që prek në vazhdimsi. Që është që janë abortet në javë të hershme. Atëherë, unë abortet, jam kundra abortit. Atëherë, kam qenë dhe unë, mas 2 gocave, bëra një abort, spontan, kam qenë shumë keq. Me hemorragji shumë të madhe, dhe kur kam marrë doktoreshën time në telefon, i kam thënë, doktoresha, unë po vdes, nga hemorragjia. Po ç'ne, po vdes, dhe jam nisur për në spital te doktoresha. Dhe kur kam shkuar aty, them, o Zot, vetëm abort mos kishte. Jam kundra abortit. Edhe e them me zot lart këtë gjë. Jam kundra abortit. A janë shtuar? Janë shtuar abortet. Janë shtuar shumë abortet. A ka raste të, le themi, që ju i shikoni në maternitet që vinë, le themi, që mund ta kenë tentuar ta bëjnë abortin nëpërmjet medikamenteve dhe janë bërë më keq në shtëpi edhe janë drejtuar. Aborti medikal është akoma më i keq. Okej. Medikal, absolutisht që është më i keq. Sepse fillon një hemorragji që s'ka fund. Dhe kur vjen gruaja në spital, i ka ardhur aty që në gjendje jo të mirë dhe për jetën e vet. Rudin, a shikoni një ndryshim të moshës së grave që bëhen nën për herë të parë në maternitet? Po. Është rritur kjo moshë apo vazhdon të jetë njësoj? Në fillim vitet e parë që kanë filluar ka qenë e vogël, 17, 18, 20. Vinin 17-18 vjeç. Lindin. Dhe tash i ka, po jo. Tash i ka dhe që bëjnë nëna për herë të parë 40 vjeç, 38. Ka që bëjnë nëna për herë të tretë 44, 45. Domethënë janë të ndjesi që bëj fëmijën e tretë, fëmijën e katërt. Dhe ai fëmia i tretë, i katërt është dashuri, është siqeshia mbitor, them unë. A ka një histori që të ka tronditur ty gjatë këtyre viteve? Kisha një që ishte në 9 vjeçare dhe prindit e kishin çuar në QSOT për idhim të barku të shkretët me idenë që çfarë ka dhe sollë maternitet. Ai ishte gati duke lindur. Lindë bëri dhe lindje normale. Në 9 vjeçare. Dhe nuk u ndje. E gocë. Dhe e kam përpara syve, ishte yll e bukur, domethënë e kam para syve dhe i duroj ato dhimbjet e lindjes me aq nuk ju ndje zëri. Ato prindit i bindit murit me kokë të dy qanin e ashtu, po që kjo gjëra që ndodhin. Si që 9 muaj si kishin kuptuar? Se ka kuptuar nënat. Unë them që këto e hyn pjesë e nënat e pakujdesshme. Do flasim pak për forcepsin? Kam lindur vetë me forceps. Prandaj do flasim pak, a përdoret ende sot e kësaj dite? Jo, nëse nuk e përdore. Se një nga tmerret e nëna në lindje natyrale është edhe kjo. Nuk e përdore forceps. Unë kam lindur thash lindjen e parë me forceps, kanë lindur 3:20 të natës, një lindje super e vështirë, dhe thash jam zgjuar nga qetësuesi që më kishin bërë a 10 a 11 dhe nuk e mbaja mend ku isha. Nuk dija ku isha. Pra forcepsi është për mua më mirë është një operacion. Si mekanizëm? Më mirë është një operacion se sa një. Një operacion, absolutisht. Për mua po. Unë e kam përjetuar vetë dhe nuk dua që asnjë. Kam bërë lindjen e parë me forceps dhe kam është traumë. Është traumë lindje. Është një gjë që ti e kujton. E kujtoj absolutisht. E kujtoj shpesh. Është një aparatur? Aparatar janë 2 valvula që kthehen njëra masi që kap kokën edhe tërheq. E tërheq. Nuk është si vakumi që ka atë vakum që e tërheq një ventus që e tërheq, janë 2. Po, a mund ta dëmtoj kjo bebin? Tani, edhe mundet, sepse hekra janë ato. Hekur është. Varet nga vendosja, kush e vendos. Por që, zakonisht, mjekët janë profesionistë dhe kuptojnë atë gjë. Absolutisht. Por, nërmjet vakumit edhe kësajt? Asnjëherë nuk do. Operacioni më mirë. Çfarë do i thojë një nënë që sot që ka frikë të lindë? Atëherë, siç janë këto temat që bëjnë shumë këto, që bëjnë klasë prenatale, lind pa frikë. Pra, duhet ta bindesh vetes që ti do t'ja dalësh. Duhet t'ja dalësh. Dhe po se binde veten që ti do t'ja dalësh, lindja bëhet më e vështirë, me veten tënde një herë radh parë. Duhet ta kuptosh që lindja është një proces shumë i gjatë. Duhet të dish çfarë ndodh, që nga frymarrja që duhet bëjë një nënë. Në vende e tjera kanë filluar të aplikojnë disa metoda lindje. Si është metoda në ujë, apo si është metoda me të varur, ti mund të lindësh sipas dëshirës tënde, dhe me atë një nga gjërat që ankohen shpesh gratë në Shqipëri është fakti që
detyrohen të lindin në Kaloç. Dhe që është forma më e parehatshme për një grua që të lind. A mund të ndryshoj kjo gjë? Atëherë, unë për shembull kam bërë specializimi që kam qenë në Gjenevë, në kantonal, në atë spital, po nuk kanë lindjet si ne ato. Ato një lindje ndodh në 2 ditë, një lindje në 3 ditë, kanë mundësi të bëjnë lloj-lloj mundësish lindje. Ne kemi lindje shumë. Në një të ne, për shembull, mund të lindin 20, 22, 24 lindje në 24 orë. Po jo, unë di që edhe në Angli, apo në Suedi, apo në Itali, ndodhin lindje shumë për ditë, edhe zgjedhin dhe formën se si të lindin, për shembull. Edhe, mos ndoshta duhet të ndryshoj kjo, e keni diskutuar si staf që ndoshta duhet të filloj të ndryshoj kjo gjë? Gjërat e mira, gjërat e bukura pse mos bëhen. Absolutisht po, nuk kemi kundra gjërave. Këto janë, nuk varen nga ne, e para punës, nuk është se varet nga ne dhe ne s'po e bëjmë dot. Janë gjëra që janë politikat që janë që i zgjedhin mënyrat e lindjes. Por mënyra e lindjes në Kaloç nuk është shumë komode, nuk është të gjitha nëna thonë që s'është komode. Se kështu, thonë që nuk është më komode. Kështu të paktën të kë njohun, thonë që metoda e Kaloçit është e tmerrshme sepse ti edhe me dhimbjet nuk arrin do të menaxhosh dhimbjet dhe kontraktimi nuk është i saktë. Atëre, në Kaloç është më shumë facilitet për mjekun thonë se sa për në Kaloç është puna 10 minuta, as më shumë. Po shkove në Kaloç është do lindesh. Absolutisht që po. Nuk zgjat më shumë se 10 minuta. Në momentin e lindjes, kush është më i rëndësishëm, doktori apo mamia? Kjo është një pyetje shumë e vështirë tani, që mua thua. Tash i 32 vjet e ke i përgjigje. Absolutisht që po. Atëherë them që mjeku është i pasdëvendësueshëm në çdo lloj drejtimi, sepse në çdo komplikacion është mjeku ai që i del për zot çdo lloj pune, kundrejt çdo lloj gjëje. Po edhe mamia ka punën e vet që edhe mjeku pa mami nuk bën dot. Pra janë dy që punojnë me njëri tjetrin, janë unik. Te mund të dy duhet bashkëveprojnë veprimet. Cilat janë 3 mitet më të mëdha që dëgjon nga nënat për lindjen? Mita, që janë të vërteta, po i dëgjon non-stop. Po ka plot. Thot unë linda, thot ajo, po nuk do dal natën, nuk do dal ujrat e bebi që laj bebin, thot nuk ta hedh në banjo, do ta ruajt nesmen, mëngjes, ta hedh në rënj trëndafili, rrobat e bebit natës nuk duhet të ndej. Ka ngjyra nga ndryshme, natën nuk do e dal, për shembull, bëj errësirë, 40 ditë nuk del nga shtëpia natën, duhet ta zëri nata për shembull rrugëve. Edhe bebin, absolutisht. Po. Janë gjërat që a janë të vërteta apo? Po ne i kemi besuar. Dhe i besoj akoma. Ashtu, Po, absolutisht që po. Do të thonë ti sugjeron, vazhdoj sugjeron. Nuk i them me z, po as jo nuk i them, domethënë që mos e bëj. Nuk i them që mos e bëj, po nuk i them as bëje. Domethënë pra nëse goza jote nesër do dal, me ç'është kjo do më mbykam shtëpion. Jo, vajzë do i them po s'dil. Jo. Ti më se kam kollajt e mos dil. Një tjetër mit. Nëse lind një herë me cezarian, gjithmonë do lindesh me cezarian. Jo, kjo s'është e vërtetë. Absolutisht jo. Pastaj kjo me cezarian që lind, prandaj them që është mjeku ai që vendos pastaj mënyrën se si do lindi të dytin, ka mundësi që të lindi vet, mund ta provoj. Ja tregon që mund të ketë rrezik, po pse mos ta provoj një nën që ka qejf shumë, që një lindje e parë është futur me një urgjencë pas një lloj që duhet ta bënte operacion dhe të dytin pse mos ta provoj ta lindi vet pjesë. Cila në sa javë, pra është limiti që ju keni arritur të prisni një bebe dhe ka arritur të mbijetoj, pra sa javësh? Me vogla, numri me i vogël. Atëherë unë kam pritur një lindje që ishte vërtet me cezarian ishte si lindje. Ishte 28 javësh. 28 javësh. 8, okay. Ka bebi lindi 900 gram. Okay. Dhe bebi është shumë mirë. Barku i vogël do thotë që bebi nuk po rritet mirë. Jo, fare. S'ka lidhje fare kjo pjesë. Sepse nuk më shton nëna, po bebi i merr ato që do vetë. Nëse nëna ka frikë, lindja bëhet më e vështirë? Absolutisht që po. Nëse ke lindur një herë lehtë, do lindësh gjithmonë lehtë. Dhe kjo s'është e vërtetë. Dua të pyes pak për prezencën e baballarëve në sallën e lindjes. Sa dakord është Rudi? Atëherë unë nuk jam dakord fare, me thënë drejtën. Do thuash ti pse? Sepse lindja zgjat shumë e para. Dhe unë edhe me sa kam parë dhe në vende tjera dhe këtu që kanë ardhur që shikojnë 5 minuta, ju bin të fikët. Të gjithë baballarëve bin të fikët? Po thuajse po, bobo, era, vjen për të vjell, nuk durojnë dot, nuk është gjë e bukur që ti ta shikosh
do thuash ti Të shformuar, të gruan shformuar, tënde. absolutisht. Pra ti mendon që burrat vinë në sallë vetëm për t'i bërë shefin grave? Absolutisht që po. Absolutisht. Nuk e duan si gjë vet. Nuk e duan. Pa dhe s'është gjë e bukur. Barku i mpret do thot që është djalë. E vërtet apo e gabuar? Gabuar. Se kështu më thonin mua të lindja, do bësh djalë. Ua, jo, edhe i më shoj thonë, ja, kjo është ndryshe. Është djalë. Vajzë bëra. Nuk ka, s'ka lidhje fare. Po që thua kështu si sigur e ke dash një djalë? E doja, fatikisht, e doja. Them kot që se doja, e doja. Nuk e bëra dot. Se bëra dot. Si është kjo puna me djalin aty në Ja ta sallën tregoj unë tuaj? tash, unë kam dy mikesha shumë të mira që kanë lindur nga 4 goca dhe të 5 kanë bërë djalë. Dhe familje shumë të mira. Edhe bërin gocën e parë, wow. E thotë, "E ke Lida?" Po. Do vim prap vitin tjetër. Po e thotë, do vim prap. Kur vim prap ti? Po prap. Goc prap, 4 herë. Të 5 bëri djalë. Domthonjë që kur bën atë djalin thua ti, mo, kam prek qiellin me dorë. Nëse nuk e dhimbje, nuk je duke lindur. Them se po, kjo. Them se po. Por ndodh që vinë gratë për të vizituar, nuk kisha pak dhimbje mesi, dhe kur i vizitojnë për shumë që thonë, wow, që ka me 60 metra, është hapur. Pra të regon që varë se sa e ka pragun e dhimbje dhe sa reagon të ty. Ka dhimbje që janë të përballueshme shumë mirë, ka nëna që i përballojnë shumë mirë. Edhe unë e kam përballuar shumë mirë dhimbjen. Në lindje. Nuk isha dhimbje apo bo që po mbaroj, absolutisht. Në shtatzani duhet hash për 2. Ja, absolutisht, ja. Sa tahet, normalisht. Po sikur ta për 2? Po ha dhe për treti. Ua, po si të shtosh, të më thënë? Nuk shton peshë. Si nuk shton më? Në kene parë graga 20 kila. Ja, haj, 20 kila. 20 kila është mirë. Jo, 20 kila plus të. Ja, absolutisht. Ja. 15, ja, nuk shtojnë shumë. E kemi pas në studio në që na ka Po janë pranuar. raste të veçanta, ato janë raste që janë shumë brumrat e gjërat, nuk. Si e mendon vetë gjysha? Se di. Do e marrësh pushim? Se kështu thon porti di vajzat, ti do ta presësh? Them që jo, përballohet. Nuk do e përballohet dot, a? Prandaj po them, ja. Ku dole prap edhe unë as në brenda edhe po të jem në punë, nuk mund të rri që ta shikoj vajzën time që të atë pëstat. Nuk do ta bëja dot. A ka ndodhur që mami kanë pritur fëmijët? Ka ndodhur, unë s'do ta bëja dot, me thënë drejtën. Nuk e përballoj dot. Prandaj them që është diçka shumë emocion shumë i madh, them unë. Në qartë. Ruth, faleminderit që ishe sot në mam. Faleminderit nga ti.